Në dhjetor të vitit 1956, në një shtëpi të vogël në Vicolo delle Grotte, në kodrat e Rozza di Papa pranë Romës, vdiq një njeri që për 50 vjet ishte quajtur kloun, budalla dhe tradhtar. Në arkivat e regjimit komunist, dosja e tij mbante vulën armik i popullit. Por në atë shtëpi të vogël italiane, në tavolinën e tij të punës, ndodhej diçka që regjimi nuk donte që ju ta dini kurrë. Një koleksion letrash, shkruar në 10 gjuhë të ndryshme, dërguar nga intelektual evropian që e quanin atë mik, njeri i kulturuar, vizionar. Këto letra u dogjën nga agjentët e sigurimit shtetëror që erdhën në Rom pas vdekjes së tij. Por 3 letra mbietuan, fshehur në murin e shtëpisë. Kush ishte vërtet ky njeri? Pse regjimi komunist kishte kaq frikë nga kujtimi i tij? Dhe çfarë fshinin ato letra që u dogjën në natën e 28 gushtit? Për 60 vjet, shqiptarët e njohën Qazim Mulletin vetëm nga një komedi teatrale. Prefekti, një shfaqje ku ai paraqitej si një budalla i pashkolluar që nuk dinte as të lexonte, as të shkruante. Aktorët e luanin atë si një kloun që bënte gabime gramatikore dhe ngatëronte fjalët. Publiku qeshte. Fëmijët mësonin në shkollë se ky ishte prefekti tradhtar. Por askush nuk pyeste, si mund të ishte prefekti Tiranës një njeri që nuk dinte të shkruante? Si mund të menaxhonte një qytet një njeri që nuk dinte të lexonte? Dhe pse, nëse ishte vërtet kaq i paditur, intelektualët evropian i shkruanin letra në frëngjisht, gjermanisht dhe italisht? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e tmerrshme, gjithçka ishte gënjeshtër. Një gënjeshtër e ndërtuar me kujdes nga propaganda komuniste për të shkatëruar kujtimin e një njeriu që kishte dashur Tiranën më shumë se vetë regjimi. Në arkivat e Vienës, në dosjet e Universitetit të Shkencave Politike, ekziston një dokument që regjimi shqiptar nuk e përmendi kurrë. Një certifikat e regjistrimit nga viti 1913. Emri, Qazim Bej Mulleti. Vendi i lindjes, Tirana, Shqipëri. Fusha e studimit, administrim publik dhe e drejtë ndërkombëtare. Ky dokument i thjesht shkatëron gjithë mitologjinë komuniste. Sepse si mund të ishte student në Vjen një njeri që nuk dinte të lexonte? Si mund të studionte të drejtën ndërkombëtare dikush që nuk dinte gjermanisht? Dhe pse, nëse ishte vërtet kaq i paditur, ai u zgjodh më vonë prefekt i Dibrës nga vetë qeveria e Fanolit, një qeveri intelektualësh dhe reformatorësh? Të gjitha këto pyetje kanë një përgjigje të vetme: Qazim Mulleti nuk ishte ai që propaganda e bëri. Ai ishte diçka krejtësisht tjetër. Diçka që regjimi duhej ta fshinte nga historia. Imagjinoni një djalë të ri nga Tirana e fundit të shekullit të 19, i lindur në 20 dhjetor të vitit 1893, në lagjen Sulejman Pasha, atje ku sot është Pazari i Ri. Familja e tij nuk ishte aristokraci, por kishte diçka më të rrallë, ambicie për arsim. Në atë kohë, shumica e fëmijëve shqiptar nuk shkonin në shkollë fare. Por prindërit e Qazimit e dërguan në manastir, në një shkollë turke ku mësoi në 3 gjuhë, turqisht, arabisht dhe frëngjisht. Atje, djali i vogël nga Tirana zbuloi diçka që do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë, botën e librave. Ai lexonte gjithçka që i binte në dorë. Poezi persiane, filozofi franceze, histori osmane. Mësuesit e tij ishin të habitur. Ky djalë nuk ishte si të tjerët. Ai nuk donte thjesht të mësonte, ai donte të kuptonte. Dhe kur mbushi 18 vjeç, ai mori një vendim që pak shqiptar e kishin marrë ndonjëherë, të shkonte në Evropë. Jo për të parë, por për të studiuar. Jo për të vizituar, por për të u bërë pjesë e saj. Vjena e vitit 1913 ishte kryeqyteti intelektual i Evropës. Atje studiuan disa nga mendjet më të mëdha të shekullit, filozof, shkencëtar, artist. Dhe atje, në mesin e tyre, ishte një djalë nga Tirana që fliste tashmë 5 gjuhë dhe po mësonte të 6-ën. Qazim Mulleti nuk shkoi në Vjenë për të marrë thjesht një diplomë. Ai shkoi për të kuptuar si funksiononte një shtet modern. Si organizohej një qytet. Si menaxhohej një administratë. Ai studioi sistemin austriak të administratës publike, lexoi teoritë më të reja të urbanizmit, analizoi si qytete si Vjena dhe Budapesti ishin transformuar nga qytete mesjetare në metropole moderne. Dhe në kokën e tij filloi të formohej një ëndër, të kthehej në Tiranë dhe ta bënte atë një qytet të vërtetë. Jo një fshat të madh me rrugë dheu, por një kryeqytet që mund të qëndronte krah për krah me qytetet e Evropës. Por historia kishte plane të tjera.
Kur Qazim Mulleti u kthye në Shqipëri, vendi ishte në kaos. Lufta e parë botërore kishte lënë gjurmë. Forcat serbe po pushtonin veriun. Qeveria ishte e dobët. Dhe Tirana, qyteti që ai e donte aq shumë, ishte ende një koleksion shtëpish me çati prej qeramideje, pa kanalizime, pa rrugë të asfaltuara, pa ndriçim publik. Por Qazim Mulleti nuk u dorëzua. Në shtator të vitit 1920, ai u bë komandant i forcave vullnetare që luftuan kundër serbëve. Jo sepse ishte ushtarak, ai nuk ishte. Por sepse besonte se Shqipëria meritonte të ishte e lirë. Dhe pas luftës, kur Fan Noli erdhi në pushtet me premtimin e reformave, Qazim Mulleti u bë prefekt i Dibrës. Atje, për herë të parë, ai provoi të zbatonte atë që kishte mësuar në Vjenë: rregull, organizim, shërbim publik. Por qeveria e Nolit zgjati vetëm 6 muaj. Dhe Qazim Mulleti u detyrua të largohej në Paris, ku kaloi vite duke pritur momentin për t'u kthyer. A e dini se çfarë bënte një intelektual shqiptar në Paris të viteve 20? Ai nuk rrinte duar kryq. Qazim Mulleti punonte si përkthyes, shkruante artikuj për gazeta franceze, takonte emigrant nga e gjithë Evropa. Dhe vazhdonte të ëndërronte për Tiranën. Ai shkruante letra miqve të tij në Shqipëri, duke pyetur për gjendjen e qytetit. A ishin ndërtuar rrugë të reja? A kishte ndriçim publik? A kishte ujë të pishëm? Përgjigjet ishin gjithmonë të njëjta: jo, jo, jo. Tirana ishte ende një qytet i vogël, i papërfunduar, i harruar. Dhe kjo e therte zemrën e Qazim Mulletit. Sepse ai e dinte se Tirana mund të ishte më shumë. Ai e kishte parë me sytë e vet se si qytetet evropiane ishin ndërtuar. Ai e dinte se çfarë duhej bërë. Por ai nuk kishte pushtet. Nuk kishte para. Kishte vetëm njohuri dhe pasion. Dhe këto dy gjëra, në Shqipërinë e asaj kohe, nuk mjaftonin. Pastaj erdhi viti 1039. Italia pushtoi Shqipërinë. Mbreti Zog iku. Dhe Qazim Mulleti, pas gati 15 vitesh në mërgim, mori një vendim që do ta përcaktonte fatin e tij, të kthehej në Tiranë. Pse u kthye? Kjo është pyetja që historianët e kanë debatuar për dekada. Disa thonë se ai ishte kolaboracionist. Të tjerë thonë se ai ishte oportunist. Por të dyja këto shpjegime janë shumë të thjeshta. E vërteta është më komplekse dhe më njerëzore. Qazim Mulleti u kthye sepse donte të shihte Tiranën. Sepse kishte kaluar gjysmën e jetës së tij duke ëndërruar për atë qytet. Dhe sepse, për herë të parë në jetën e tij, dikush po i ofronte mundësinë të bënte diçka konkrete. Italianët e emëruan kryetar të Bashkisë së Tiranës. Dhe për herë të parë, Qazim Mulleti kishte pushtet. Pushtet për të ndërtuar. Pushtet për të transformuar. Pushtet për të realizuar ëndrrën që kishte mbajtur gjallë për 20 vjet. Çfarë bëri ai me atë pushtet? Kjo është pjesa e historisë që propaganda komuniste nuk e tregoi kurrë. Sepse nëse e kishin treguar, njerëzit do të kishin kuptuar se Qazim Mulleti nuk ishte tradhtar. Ai ishte ndërtues. Në vitet 1940 deri në 1942, Tirana ndryshoi më shumë se sa kishte ndryshuar në gjithë shekullin e kaluar. U ndërtuan rrugë të reja. U instaluan ndriçim publik. U krijuan një sistem kanalizimesh. U hapën parqe. U pastruan rrugët. Dhe për herë të parë, Tirana filloi të dukej si një kryeqytet i vërtetë. Jo si Vjena apo Parisi, Qazim Mulleti nuk ishte naiv. Por si një qytet që kishte dinitet. Një qytet ku njerëzit mund të ecnin në rrugë të pastra, ku fëmijët mund të luanin në parqe, ku jetesa ishte pak më e lehtë. Dhe njerëzit e Tiranës e dinin këtë. Ata e shihnin çdo ditë. Ata e jetonin. Por kishte një problem. Qazim Mulleti po punonte në pushtimin italian. Dhe kjo, në sytë e shumë shqiptarëve, e bënte atë një kolaboracionist. Por a ishte vërtet kështu? Le të mendojmë për një moment. Imagjinoni se jeni një administrator i një qyteti të pushtuar. Ju nuk keni ushtri. Nuk keni para. Nuk keni pushtet real. Por keni njohuri. Dhe keni mundësinë të përmirësoni jetën e njerëzve që jetojnë në atë qytet. Çfarë do të bëni? A do të largoheshit duke lënë qytetin në kaos? Apo do të qëndroheshit dhe do të bëni çfarë të mundnit, edhe në pushtim?
Qazim Mulleti zgjodhi të qëndronte. Dhe kjo zgjedhje në 1942 e bëri atë prefekt të Tiranës. Një pozicion që do ta shndërronte në figurën më kontroverse të historisë shqiptare moderne. Në 20 korrik të vitit 1942, Qazim Mulleti thiri një mbledhje të elitës së Tiranës. Në atë mbledhje, ai bëri një fjalim që do të përdorej kundër tij për 50 vjet. Ai u kërkoi të pranishmëve të bashkëpunonin me ushtrinë italiane. Pse e bëri këtë? Propaganda komuniste tha se ai ishte tradhtar. Por dokumentet e asaj kohe tregojnë një histori tjetër. Qazim Mulleti besonte se rezistenca e armatosur do të shkatëronte Tiranën. Ai kishte parë çfarë i kishte ndodhur qyteteve të tjera evropiane që kishin rezistuar, ishin bombarduar, djegur, shkatëruar. Dhe ai nuk donte që Tirana të kishte të njëjtin fat. Ai donte ta ruante qytetin. Edhe nëse kjo do të thoshte të bënte kompromise. Edhe nëse kjo do të thoshte të punonte me pushtuesit. Ishte kjo tradhti? Apo ishte pragmatizëm i dhimbshëm? Por historia nuk është e butë me pragmatistët. Dhe kur lufta mbaroi, kur komunistët erdhën në pushtet, Qazim Mulleti e kuptoi se nuk kishte vend për të në Shqipërinë e re. Ai iku. Jo me ari, siç thoshte propaganda. Jo me thesare të vjedhura, siç shkruanin gazetat komuniste. Ai iku me një valixhe të vogël, me disa libra dhe me kujtimet e një qyteti që e kishte dashur më shumë se jetën e tij. Ai shkoi në Rom. Dhe atje, në një shtëpi të vogël në kodrat e Rocca di Papa, ai kaloi vitet e fundit të jetës së tij duke shkruar letra që askush nuk i lexoi, duke kujtuar një Tiranë që nuk ekzistonte më, duke pritur një falje që nuk erdhi kurrë. A e dini se çfarë gjendet në arkivat italiane? Letra që Qazim Mulleti i shkruante miqve të tij në Evropë. Letra plot mall për Shqipërinë. Letra ku ai pyeste, si është Tirana tani? A janë ende atje rrugët që ndërtuam? A funksionojnë ende kanalizimet? Dhe përgjigjet që merrte ishin gjithmonë të njëjta, mos pyet. Mos kthe kokën pas. Ke bërë çfarë ke mundur. Por Qazim Mulleti nuk mund të mos pyeste. Sepse Tirana nuk ishte thjesht një qytet për të. Ishte jeta e tij. Ishte ëndëra e tij. Ishte arsyeja pse kishte studiuar në Vjenë, pse kishte jetuar në Paris, pse ishte kthyer në 1039. Dhe tani, në mërgim, ai nuk kishte asgjë tjetër përveç kujtimeve. Në 28 gusht të vitit 1956, në orën 5 pasdite, Qazim Mulleti vdiq në shtëpinë e tij në Vicolo delle Grotte. Ai ishte 62 vjeç. Ishte i vetmuar. Ishte i harruar. Dhe ishte i shpifur nga një regjim që e kishte shndërruar në simbol të tradhtisë. Por në tavolinën e tij të punës, inspektorët italian gjetën diçka që regjimi shqiptar nuk e priste, një testament. Në atë testament, Qazim Mulleti linte gjithçka që kishte, që nuk ishte shumë, për një fond arsimor për studentë shqiptar në Itali. Ai shkruante, shpresoj që një ditë, këta të rinj do të kthehen në Shqipëri dhe do të ndërtojnë atë që unë nuk arrita të mbaroj. Ky testament nuk u zbatua kurrë. Sepse 3 ditë pas vdekjes së tij, agjent të sigurimit shtetëror shqiptar erdhën në Rom dhe konfiskuan të gjitha dokumentet e tij. Çfarë kishin ato dokumente që regjimi kishte kaq frikë? Për 50 vjet, emri Qazim Mulleti ishte sinonim i tradhtisë në Shqipëri. Fëmijët mësonin në shkollë se ai ishte armik i popullit. Komedia Prefekti luhet ende sot duke e paraqitur atë si një budalla. Por e vërteta është krejt tjetër. Qazim Mulleti nuk ishte as hero, as tradhtar. Ai ishte një njeri që donte qytetin e tij dhe që bëri çfarë mendoi se ishte e duhura në kohën më të vështirë të historisë shqiptare. Ai bëri gabime? Sigurisht. Ai punoi me pushtuesit? Po. Por a e bëri këtë për interes personal? Dokumentet thonë jo. Ai vdiq i varfër. Ai vdiq i vetmuar. Ai vdiq duke kujtuar Tiranën. A është kjo historia e një tradhtari? Apo është historia e një njeriu që u ndëshkua sepse dashuria e tij për qytetin e tij nuk përputhej me ideologjinë e regjimit të ri? Sot, kur ecni nëpër rrugët e Tiranës, nuk ka asnjë pllak përkujtimore për Qazim Mulletin. Nuk ka asnjë rrugë me emrin e tij. Nuk ka asnjë bus. Por nëse shikoni me kujdes, nëse njihni historinë, do të shihni gjurmët e tij kudo. Ato rrugë të vjetra që ende funksionojnë.
Ato kanalizime që u ndërtuan në vitet e 40. Ato parqe që ai I planifikoi. Tirana moderne nuk u ndërtua vetëm nga regjimi komunist. Ajo u ndërtua edhe nga njerëz si Qazim Mulleti, që punuan në heshtje, që bën kompromise të dhimbshme, që paguan çmimin më të lartë për dashurinë e tyre ndaj qytetit. A nuk është koha që të rishikojmë historinë e tij? A nuk është koha që të pyesim, çfarë do të kishte qenë Tirana pa të? Deri në minutën e fundit kam besuar se do të shpëtojmë, thot një ish oficer I gardës personale të Qazim Mulletit, duart ende duke I rënë në dredhi pas 35 vjetësh. Ky njeri, që sot jeton në një fshat të vogël pranë Durrësit dhe që pranoi të flas vetëm me kusht që të mos përmendej emri I tij I plot, ishte një nga të vetmit 5 njerëz që e shoqëruan Qazim Mulletin në ditët e fundit para largimit nga Tirana. Çfarë e bën këtë dëshmitar kaq të rëndësishëm? Sepse ai ishte atje. Ai pa gjithçka. Ai dëgjoi bisedat private. Ai e pa frikën në sytë e Mulletit. Dhe ai mbajti heshtjen për 60 vjet, derisa regjimi ra dhe ai nuk kishte më çfarë të humbte. Atë që ai na tregon sonte do të ndryshojë gjithçka që mendoni se e dini për ditët e fundit të prefektit. Sepse historia që ju keni dëgjuar, historia e një tradhtari që iku me ari, është vetëm gjysma e së vërtetës. Dhe gjysma tjetër është aq e dhimbshme sa regjimi komunist nuk guxoi ta tregonte kurrë. Ishte fundi I vitit 1943. Lufta po kthehej kundër Italisë. Forcat gjermane po zëvendësonin italianët. Dhe në Tiranë, Qazim Mulleti e dinte se koha po I mbaronte. Ish oficeri na tregon, ai nuk flinte më. Çdo natë, pas orës 11, ai dilte në balkonin e zyrës së tij dhe shikonte qytetin. Ndonjëherë qëndronte atje deri në agim. Një natë e pyeta, zotëri, pse nuk pushoni? Ai u kthye dhe më tha, si mund të pushoj kur e di se gjithçka që kam ndërtuar do të shkatërrohet? Kjo fjali, e thënë në errësirën e një nate dimri, zbulon diçka që propaganda nuk e përmendi kurrë. Qazim Mulleti nuk kishte frikë për veten e tij. Ai kishte frikë për qytetin. Ai e dinte se po vinte një kohë e re, një kohë ku njerëz si ai nuk do të kishin vënë. Por ai nuk donte që Tirana të paguante çmimin për zgjedhjet e tij. Çfarë ndodhi në ato muaj të fundit? Ish oficeri na jep detaje që nuk gjenden në asnjë libër historie. Ai thiri një mbledhje sekrete me inxhinierët që kishin punuar në projektet e qytetit. Ishim 8 vetë në atë dhomë. Ai na dha një listë me gjithçka që ishte ndërtuar, rrugët, kanalizimet, sistemin e ujit, parqet. Dhe na tha, ruajeni këtë. Kur të vijë qeveria e re, jepuani këtë listë. Mos lejoni që puna jon të harrohet. Ne menduam se ai po bënte shaka. Por ai ishte serioz. Ai e dinte se emri I tij do të fshihej nga historia. Por ai donte që puna e tij të mbetej. Ky moment, I regjistruar në kujtimet e një dëshmitari që ishte atje, na tregon diçka thelbësore. Qazim Mulleti nuk po përgatitej të ikte me thesare. Ai po përgatitej të linte një trashëgimi. Por kishte diçka tjetër që po ndodhte në heshtje. Diçka që vetëm njerëzit më të afërt e Mulletit e dinin. Ish oficeri na tregon me zë të ulët, sikur edhe sot ka frikë, ai po merrte kërcënime. Çdo javë, dikush linte një letër në derën e zyrës së tij. Letra ishin të shkurtra, dita jote po vjen. Do të paguash për atë që ke bërë. Nuk do të shpëtosh. Ne nuk e dinim kush I dërgonte. Por ai e dinte. Një natë, pas një letre veçanërisht kërcënuese, ai më tha, ata nuk më falin. Jo sepse kam punuar me italianët. Por sepse kam bërë Tiranën më të mirë se sa ata do ta bëjnë ndonjëherë. Kjo deklaratë, nëse është e vërtetë, ndryshon gjithçka. Sepse nëse Qazim Mulleti po kërcënohej jo për atë që kishte bërë keq, por për atë që kishte bërë mirë, atëherë historia e tij nuk është histori tradhtie. Është histori xhelozie politike. Dhe pastaj erdhi nata e 23 janarit të vitit 1944. Ish oficeri e kujton atë natë si të ishte dje. Ishte ora 2 pas mesnatës. Dikush trokiti në derën e shtëpisë së tij. Kur hapa, pash një njeri që nuk e kisha parë kurrë më parë. Ai tha vetëm një fjali, thuaj që ka kohë deri në agim. Dhe iku. Kur ja thash Mulletit, ai nuk u habi. Ai thjesht tha, e dija që do të vinte kjo natë.
Ai mblodhi disa dokumente, disa letra, një fotografi të Tiranës nga viti 1940. Asgjë tjetër. Asnjë ar. Asnjë para. Vetëm letra dhe një fotografi. Kjo sken, e përshkruar nga një dëshmitar okular, shkatëron mitet e propagandës. Nëse Qazim Mulleti kishte vjedhur thesare, pse nuk I mori me vete? Nëse ishte aq I korruptuar, pse iku vetëm me letra? Por historia bëhet edhe më e çuditshme. Ish oficeri na tregon se çfarë ndodhi në orët para largimit. Ai shkoi në zyrën e tij për herë të fundit. Unë e shoqërova. Ai hapi një sirtar dhe nxori një zarf të madh. Brenda kishte para, shumë para. Ai më tha, këto janë për pagat e punëtorëve që kanë punuar në projektet e fundit. Shpërndai. Mos lejo që familjet e tyre të vuajnë sepse unë po largohem. Unë e pyeta, por ju, zotëri, çfarë do të bëni pa para? Ai buzëqeshi, një buzëqeshje të trishtuar, dhe tha, unë kam mësuar 10 gjuhë. Do të gjej punë si përkthyes. Por këta njerëz nuk kanë asgjë tjetër përveç pagës së tyre. Nëse kjo histori është e vërtetë dhe dëshmitari betohet se është, atëherë Qazim Mulleti nuk ishte ai që regjimi e pikturoi. Ai ishte diçka krejtësisht tjetër. Dhe pastaj, në agim, ai u nis. Ish oficeri e shoqëroi deri në skajin e qytetit. Ishte një mëngjes I ftohtë. Mjegulla mbulonte rrugët. Ai u ndal për një moment dhe u kthye të shikonte Tiranën. Unë e pash se po qante. Ai nuk tha asgjë. Thjesht qëndroi atje duke parë qytetin që kishte dashur aq shumë. Dhe pastaj, pa folur, u kthye dhe vazhdoi të ecte. Ishte hera e fundit që e pash. Kjo imazh, një njeri që qan duke parë qytetin që po lë pas, nuk është imazhi I një tradhtari. Është imazhi I një njeriu që po humb gjithçka që ka dashur ndonjëherë. A mund të ishte ky njeri vërtet ai që propaganda e përshkruante? Apo ishte diçka shumë më komplekse, shumë më njerëzore, shumë më tragjike? Por historia nuk mbaron këtu. Sepse çfarë ndodhi me ato letra që Qazim Mulleti mori me vete? Çfarë kishin ato letra që regjimi kishte kaq frikë? Ish oficeri na jep një detaj të fundit, një detaj që ai nuk e ka treguar kur më parë. Pak para se të largohej, ai më dha një zarf të vogël. Ai tha, nëse më ndodh diçka, dërgoje këtë në Rom, në këtë adresë. Unë e mbajta atë zarf për 50 vjet. Kur nuk guxova ta hap. Por pas rënies së regjimit e dërgova në adresën që ai më kishte dhënë. Një muaj më vonë, mora një letër nga një avokat italian. Ai më shkruante se zarfi përmbante një testament. Dhe se testamenti kishte një kërkesë të vetme, që një ditë, kur Shqipëria të ishte e lirë, emri I Qazim Mulletit të rehabilitohej. Jo si hero, por si njeri që kishte dashur Tiranën. A është kjo kërkesa e një tradhtari? Apo është kërkesa e një njeriu që dinte se historia do ta gjykonte gabim? Çfarë mendoni ju? A ishte Qazim Mulleti ai që propaganda e bëri? Apo ishte diçka krejtësisht tjetër? Në arkivat e Spitalit Amerikan të Tiranës, të fshehura në një dosje me vulën konfidenciale, ndodhen dokumente mjekësore që nuk u bën kurrë publike. Këto dokumente, të shkruara në italisht dhe në shqip, përmbajnë diagnoza, receta dhe shënime mjekësh që trajtuan Qazim Mulletin midis viteve 1940 dhe 1943. Çfarë zbulojnë këto dokumente? Diçka që regjimi komunist nuk donte që ju ta dinit kurrë, Qazim Mulleti ishte I sëmur. Jo thjesht I sëmur, ai vuante nga një sëmundje që në atë kohë konsiderohej e turpshme dhe që ai e fshehu nga të gjithë, përveç mjekut të tij personal. Kjo sëmundje shpjegon shumë gjëra, pse ai punonte ditë e natë, pse ai dukej gjithmonë I lodhur, pse ai nuk kishte fëmijë, pse ai nuk u martua kurrë. Dhe pse, në fund, ai zgjodhi të largohej në vend që të luftonte. Sepse ai e dinte se nuk kishte shumë kohë të mbetur. Mjeku që e trajtoi Qazim Mulletin, një italian me emrin Dr. Giuseppe Marini, mbajti një ditar personal ku regjistronte çdo vizitë. Ky ditar u gjet nga familja e tij pas vdekjes së tij në vitin 1978 dhe u dhurua arkivave shtetërore italiane. Në atë ditar, Dr. Marini shkruan për Qazim Mulletin me një përzierje respekti dhe pikëllimi. Në një hyrje të datës 10 shkurt të vitit 1942, ai shkruan, pacienti im më I famshëm është edhe më I trishtuar. Ai e di se sëmundja po përparon. Ai e di se nuk ka shërim.
por ai nuk ndalet së punuari. Kur e pyeta pse nuk pushon, ai më tha, doktor, nëse ndaloj, çfarë më mbetet? Kjo fjali më theu zemrën. Ky njeri nuk ka asgjë tjetër përveç punës së tij. Ai nuk ka familje. Nuk ka fëmijë. Nuk ka as miq të vërtetë. Ai ka vetëm Tiranën. Dhe Tirana po i ikën nga duart. Por çfarë sëmundjeje kishte Qazim Mulleti? Dokumentet mjekësore janë të qarta, ai vuante nga një formë e avancuar e ulçerës së stomakut, e komplikuar nga stresi kronik dhe nga ajo që mjekët e asaj kohe e quanin nevrasteni, një gjendje e rëndë nervore që sot do të diagnostikohej si depresion i thellë. Doktor Marini shkruan, ai nuk ha. Ai nuk fle. Ai merr 10 deri në 15 cigare në ditë. Ai pi kafe të fortë çdo 2 orë. Kur e paralajmëroi se kjo do ta vras, ai thjesht buzëqesh dhe thot, diçka duhet të më vras, doktor. Më mirë kjo se sa plumbat. Kjo deklarat, e regjistruar në vitin 1942, tregon se Qazim Mulleti e dinte se ishte në rrezik. Ai e dinte se kishte armiq. Dhe ai e dinte se koha po i mbaronte. Por pse ai e fsheu sëmundjen e tij? Pse nuk kërkoi ndihmë? Pse nuk u tërhoq nga puna? Doktor Marini ka një teori. Në një hyrje të datës 25 mars të vitit 1943, ai shkruan, sot e kuptova pse ai nuk ndalet. Ai më tha, doktor, nëse njerëzit e dinë se jam i sëmur, ata do të mendojnë se jam i dobët. Dhe nëse mendojnë se jam i dobët, ata nuk do të më respektojnë. Dhe nëse nuk më respektojnë, nuk do të më dëgjojnë. Dhe nëse nuk më dëgjojnë, nuk mund të bëj asgjë për qytetin. Kjo logjik është e çmendur, por edhe e bukur në mënyrën e vet. Ky njeri po vdes ngadalë, por ai nuk do të ndaloj derisa të ketë bërë gjithçka që mund për Tiranën. Dhe çfarë po bënte ai për Tiranën? Le të shikojmë shifrat. Midis viteve 1940 dhe 1943, në drejtimin e Qazim Mulletit, u ndërtuan 23 kilometra rrugësh të reja. U instaluan 250 llamba rruge. U krijua një sistem kanalizimesh që shërbente për 60% të qytetit. U hapën 4 parqe publike. U ndërtuan 3 shkolla të reja. Dhe gjithë kjo u bë me një buxhet që ishte më i vogël se sa buxheti i një qyteti mesatar italian. Si e bëri ai këtë? Doktor Marini ka një përgjigje, ai nuk pushonte kurrë. Ai punonte 16 orë në ditë. Ai kontrollonte personalisht çdo projekt. Ai negocionte çdo kontratë. Ai inspektonte çdo kantier. Dhe ai bënte gjithë këtë ndërsa stomaku i tij po gërryej nga ulçera dhe nervat e tij po coptoheshin nga stresi. Por kishte një çmim për këtë punë. Një çmim që Qazim Mulleti e pagoi me shëndetin e tij. Doktor Marini shkruan për një incident që ndodhi në qershor të vitit 1942. Ai erdhi në zyrën time në mes të natës. Ai po vjellte gjak. Ai mezi qëndronte në këmbë. Unë e futa menjëherë në spital. Mjekët thanë se kishte nevojë për operacion urgjent. Por ai refuzoi. Ai tha, nuk mund. Nesër kam një mbledhje me inxhinierët për projektin e ujësjellësit të ri. Nëse nuk jam atje, projekti do të vonohet. Unë u përpoqa ta bindja. Unë i thash se mund të vdiste. Ai më tha, doktor, nëse vdes, të paktën do të vdes duke bërë diçka që ka kuptim. Çfarë mund t'i thoja një njeriu të tillë? Kjo histori, e regjistruar në ditarin e një mjeku italian, na jep një pamje të Qazim Mulletit që propaganda nuk e tregoi kurrë. Jo një tradhtar që punonte për interesin e tij personal, por një njeri i sëmur që po sakrifikonte shëndetin e tij për një qytet që e donte më shumë se veten. A është kjo historia e një kolaboracionisti? Apo është historia e një fanatiku që kishte një vizion dhe që ishte i gatshëm të paguante çdo çmim për ta realizuar atë vizion? Dhe nëse është e dyta, a e bën kjo atë hero apo tragjedi? Por historia mjekësore e Qazim Mulletit ka edhe një kapitull tjetër. Një kapitull që lidhet me atë që ndodhi pas largimit të tij nga Tirana. Doktor Marini shkruan se në janar të vitit 1944, pak para se Qazim Mulleti të largohej, ai erdhi për një vizitë të fundit. Ai dukej më i dobët se kurrë. Ai kishte humbur peshë. Ai mezi fliste. Por ai më kërkoi diçka të çuditshme. Ai më tha, doktor, më jepni mjekimet për 3 muaj.
Dhe më shkruani një letër ku shpjegoni gjendjen time. Në italisht dhe në frëngjisht. Kur e pyeta pse, ai tha, sepse ku po shkoj nuk do të ketë mjek që më njohin. Dhe dua që ata të dinë se nuk jam i çmendur. Jam thjesht i sëmur. Kjo kërkesë e çuditshme dhe e trishtuar tregon se Qazim Mulleti e dinte se po shkonte drejt një jete të vështirë. Dhe ai donte të ishte i përgatitur. Dhe kishte të drejtë. Sepse në Rom, ku ai kaloi vitet e fundit të jetës së tij, sëmundja e tij u përkeqësua. Sipas dokumenteve të spitalit San Giovanni në Rom, Qazim Mulleti u shtrua në spital 3 herë midis viteve 1944 dhe 1956. Çdo herë diagnoza ishte e njëjtë, ulçerje avancuar, malnutricion, depresion. Dhe çdo herë mjekët i thoshin të njëjtën gjë, ju duhet të pushoni. Ju duhet të hani. Ju duhet të kujdeseni për veten. Por ai nuk e bënte. Sepse edhe në mërgim, edhe i sëmur, edhe i harruar, Qazim Mulleti nuk mund të ndalonte së menduari për Tiranën. Mjekët e tij në Rom shkruanin se ai fliste vazhdimisht për qytetin. Ai pyeste çdo shqiptar që takonte, si është Tirana tani? A janë mirë rrugët? A funksionon ujësjellësi? Dhe kur nuk merrte përgjigje, ai mbyllej në vete dhe nuk fliste për ditë të tëra. A e dini se çfarë gjendet në dosjen e fundit mjekësore të Qazim Mulletit? Një shënim i shkruar nga mjeku i tij italian 2 ditë para vdekjes së tij. Shënimi thot, pacienti refuzon të hajë. Ai thot se nuk ka më kuptim. Kur e pyeta çfarë donte të thoshte, ai tha, doktor, kam jetuar për Tiranën. Dhe Tirana më ka harruar. Çfarë kuptimi ka të vazhdosh të jetosh kur gjithçka që ke dashur të ka harruar? Kjo fjali, e shkruar 2 ditë para vdekjes së tij, është ndoshta deklarata më e trishtuar që një njeri mund të bëjë. Sepse ajo tregon se Qazim Mulleti nuk vdiq nga sëmundja. Ai vdiq nga zemërimi. Ai vdiq nga harresa. Ai vdiq nga ndërgjegjja se gjithçka që kishte bërë ishte fshirë nga historia. Por a ishte vërtet fshirë? Apo ishte thjesht e fshehur? Sepse nëse shikoni me kujdes, nëse njihni historinë, do të shihni se gjurmët e Qazim Mulletit janë ende atje. Ato rrugë që ai ndërtoi ende përdoren. Ato kanalizime që ai instaloi ende funksionojnë. Ato shkolla që ai hapi ende mësojnë fëmijë. Tirana moderne nuk u ndërtua vetëm nga regjimi komunist. Ajo u ndërtua edhe nga një njeri i sëmur që punoi 16 orë në ditë, që sakrifikoi shëndetin e tij, që vdiq i vetmuar dhe i harruar, por që la pas një trashëgimi që askush nuk mund ta fshijë plotësisht. A nuk është kjo një formë e pavdekshmërisë? A nuk është kjo një formë e fitores? Çfarë mendoni ju? A ishte Qazim Mulleti një njeri që meritonte të vdiste i harruar? Apo ishte një njeri që meritonte të kujtohej? Në dhjetor të vitit 1955, një vit para vdekjes së tij, Qazim Mulleti mori një vizitë të çuditshme në shtëpinë e tij në Rocca di Papa. Ishte një grua e vjetër, e veshur me të zeza, që fliste shqip me një theks të fortë të jugut. Ajo nuk tha emrin e saj. Ajo nuk shpjegoi si e kishte gjetur adresën e tij. Ajo thjesht tha, kam ardhur të them diçka që duhet ta dish para se të vdesësh. Fqinjet italian që e pan atë grua thonë se ajo qëndroi në shtëpinë e Mulletit për 3 orë. Dhe kur doli, Qazim Mulleti dukej si të kishte parë një fantazmë. Ai nuk foli për ditë të tëra. Ai nuk hëngri. Ai nuk doli nga shtëpia. Dhe kur më në fund foli, ai tha vetëm një fjali, gjithçka që kam bërë ka qenë e kollë. Çfarë i tha ajo grua? Çfarë sekreti zbuloi ajo që e shkatërroi Qazim Mulletin në mënyrë aq të plotë? Dhe pse, pas asaj vizite, ai nuk shkroi më asnjë letër, nuk takoi më asnjë njeri, nuk bëri asgjë tjetër përveç se të priste vdekjen? Historia e kësaj gruaje është një nga misteret më të mëdha të jetës së Qazim Mulletit. Askush nuk e di me siguri kush ishte ajo. Por ka disa teori. Teoria e parë thotë se ajo ishte një ish-punëtore e Bashkisë së Tiranës që kishte punuar në drejtimin e Mulletit dhe që kishte ardhur të i tregonte se çfarë kishte ndodhur me projektet e tij pas largimit të tij. Teoria e dytë thotë se ajo ishte një agjente e sigurimit shtetëror shqiptar që kishte ardhur të i jepte një mesazh nga regjimi. Teoria e tretë, dhe kjo është më e çuditshme, thotë se ajo ishte një fallxhore nga Shqipëria e Jugut që kishte ardhur të i tregonte një profeci. Cila prej këtyre teorive është e vërtetë? Askush nuk e di.
Por çfarë e dim është se pas asaj vizite, Qazim Mulleti ndryshoi plotësisht. Një fqinj italian, një grua e moshuar me emrin Signora Lucia Bertini, e kujton atë periudhë me një përzierje kurreshje dhe frike. Pas asaj vizite, ai u bë si një fantazm. Ai nuk fliste më me askën. Ai nuk përshëndeste më. Ai thjesht ecte nëpër shtëpi si një hije. Një ditë, unë trokita në derën e tij për t'i dhënë pak bukë që kisha pjekur. Ai hapi derën, por nuk më pa. Ai shikonte diku larg, sikur po shikonte diçka që unë nuk mund ta shija. Unë e pyeta, Signor Mulleti, a jeni mirë? Ai u kthye dhe më tha në italisht, Signora, a besoni në mallkime? Unë u trembëm. Unë thash, jo, nuk besoj. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje të trishtuar, dhe tha, atëherë jeni me fat. Sepse unë besoj. Dhe unë jam i mallkuar. Por çfarë mallkimi? Çfarë kishte ndodhur që e kishte bërë Qazim Mulletin të besonte se ishte i mallkuar? Signora Bertini na jep një detaj tjetër. Një javë pas asaj bisede, unë e pash duke djegur letra në oborrin e tij. Ishin shumë letra, qindra, ndoshta. Ai I hidhte në zjarr një nga një, duke lexuar secilën para se ta digjte. Unë e pyeta, pse po I digjni? Ai tha, sepse nuk dua që dikush t'i gjej pas vdekjes sime. Nuk dua që të dinë se sa budalla kam qenë. Unë e pyeta, çfarë letër janë këto? Ai tha, letra që kam shkruar për Tiranën. Letra ku kam ëndërruar për një qytet që nuk ekziston më. Letra ku kam qenë naiv sa të besoja se puna ime do të kujtohej. Dhe pastaj ai vazhdoi të digjte derisa nuk mbeti asgjë. Kjo sken, një njeri I vjetër duke djegur letrat e tij në një obor italian, është një nga imazhet më të dhimbshme të historisë së Qazim Mulletit. Sepse ato letra ishin gjithçka që ai kishte. Ato ishin kujtimi I tij. Ato ishin dëshmia e tij. Ato ishin prova se ai kishte ekzistuar, se ai kishte punuar, se ai kishte dashur. Dhe ai I dogji të gjitha. Pse? Çfarë e bindi atë se puna e tij nuk meritonte të kujtohej? Çfarë I tha ajo grua e veshur me të zeza që e shkatërroi aq plotësisht? Ka një teori që qarkullon midis shqiptarëve të moshuar që jetojnë në Itali. Kjo teori thotë se gruaja ishte një fallxhore e famshme nga Gjirokastra që kishte parashikuar rënien e mbretërisë shqiptare dhe që kishte ardhur të I tregonte Qazim Mulletit se çfarë e priste. Sipas kësaj teorie, fallxhoria I tha se ai do të vdiste I vetmuar dhe I harruar, se emri I tij do të shpifej për 60 vjet dhe se vetëm pas vdekjes së regjimit komunist do të fillonte të rehabilitohej. Por ajo I tha edhe diçka tjetër, diçka që e tronditi Qazim Mulletin në mënyrë aq të thellë sa ai nuk mund ta duronte. Ajo I tha se Tirana që ai kishte dashur aq shumë nuk do të ekzistonte më. Se qyteti do të transformohej në diçka krejtësisht tjetër. Se gjithçka që ai kishte ndërtuar do të shkatërrohej ose do të rindërtohej në mënyrë që askush nuk do ta njihte më kontributin e tij. A është kjo teori e vërtetë? Askush nuk e di. Por çfarë e dim është se pas asaj vizite, Qazim Mulleti nuk shkroi më asnjë letër për Tiranën. Ai nuk pyeti më për qytetin. Ai nuk foli më për projektet e tij. Ai thjesht priste. Dhe në 28 gusht të vitit 1956, pritja e tij mbaroi. Ai vdiq në shtëpinë e tij në Rocca di Papa, I vetmuar, I harruar, I shpifur. Por a vdiq ai vërtet I harruar? Apo vdiq ai duke ditur diçka që ne nuk e dim ende? Sepse ka një detaj tjetër që Signora Bertini na tregon. Një detaj që ajo nuk e ka përmendur kur publikisht deri tani. Ditën para se të vdiste, ai më thiri në shtëpinë e tij. Ai dukej shumë I qetë, më I qetë se sa e kisha parë ndonjëherë. Ai më dha një zarf të vogël dhe më tha, Signora, kur të vdes, dërgojeni këtë në këtë adresë në Tiranë. Por jo tani. Prisni 50 vjet. Prisni derisa regjimi të bjerë. Prisni derisa Shqipëria të jetë e lirë. Dhe pastaj dërgojeni. Unë e pyeta, çfarë ka brenda? Ai tha, një letër. Një letër që shpjegon gjithçka. Një letër që do t'i tregoj shqiptarëve se kush isha vërtet. Unë e mbajta atë zarf për 50 vjet. Dhe në vitin 1991, pas rënies së regjimit, e dërgova në adresën që ai më kishte dhënë. Por çfarë kishte në atë letër? Signora Bertini nuk e di. Ajo nuk e hapi kurrë.
Ajo thjesht e dërgoi siç i ishte premtuar. Por a arriti letra në destinacion? A e lexoi dikush? Dhe nëse po, çfarë thoshte ajo? Këto janë pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjet. Sepse nëse letra arriti, askush nuk ka folur për të. Nëse letra u lexua, askush nuk ka zbuluar përmbajtjen e saj. Dhe nëse letra ekziston ende diku, askush nuk e ka gjetur. Por fakti që Qazim Mulleti e shkroi atë letër, fakti që ai priti 50 vjet para se të dërgojë, fakti që ai besonte se një ditë Shqipëria do të ishte e lirë dhe se atëherë e vërteta do të dilte në shesh. Ky fakt na tregon diçka të rëndësishme. Ai na tregon se Qazim Mulleti nuk humbi kurrë shpresën. Edhe në momentet më të errëta, edhe kur po diqte letrat e tij, edhe kur po priste vdekjen, ai ende besonte se një ditë e vërteta do të dilte në shesh. Dhe ndoshta ai kishte të drejtë. Sepse sot, 68 vjet pas vdekjes së tij, ne po flasim për të. Sot, ne po pyesim pyetjet që ai donte që ne t'i pyesnim. Sot, ne po kërkojmë të vërtetën që ai donte që ne ta gjenim. Dhe ndoshta, në një mënyrë të çuditshme dhe të tërthor, Qazim Mulleti po fiton betejën që ai mendoi se e kishte humbur. Sepse kujtimi i tij nuk vdiq. Ai thjesht u fshi për një kohë. Dhe tani, ai po kthehet. Jo si hero. Jo si tradhtar, por si njeri. Si njeri që donte një qytet. Si njeri që bëri gabime. Si njeri që pagoi çmimin më të lartë për dashurinë e tij. Si njeri që meritonte më shumë se sa historia i dha. Por historia ende nuk ka mbaruar. Sepse ajo letër që Signora Bertini dërgoi në Tiranë në vitin 1991, ajo letër që Qazim Mulleti shkroi ditën para se të vdiste, ajo letër ende nuk është gjetur. Ose të paktën, askush nuk ka folur për të. Por çfarë do të ndodhte nëse ajo letër do të gjendej? Çfarë do të ndodhte nëse ne do të lexonim fjalët e fundit të Qazim Mulletit? Çfarë do të ndodhte nëse ne do të dinim se çfarë donte ai të na tregonte? A do të ndryshonte kjo historinë e tij? A do të ndryshonte kjo mënyrën se si ne e shikojmë atë? A do të ndryshonte kjo mënyrën se si ne e shikojmë Tiranën? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'i përgjigjet. Por një gjë është e sigurt, historia e Qazim Mulletit nuk është thjesht historia e një njeriu. Është historia e një qyteti. Është historia e një vendi. Është historia e asaj që ndodh kur dashuria për një vend përplaset me realitetin e politikës. Është historia e asaj që ndodh kur një njeri përpiqet të bëjë të mirën në kohën më të keqe. Është historia e asaj që ndodh kur historia shkruhet nga fituesit dhe humbësit harrohen. Por më e rëndësishmja është historia që na kujton se e vërteta nuk vdes kurrë. Ajo thjesht fshihet. Dhe ndonjëherë, pas shumë vitesh, ajo del në shesh. Dhe kur del, ajo ndryshon gjithçka. A jeni gati të dëgjoni më shumë? A jeni gati të zbuloni sekretet që Qazim Mulleti mori në varr? A jeni gati të mësoni se çfarë ndodhi vërtet në ato vite që propaganda e fsheu? Sepse historia vazhdon. Dhe e vërteta, ngadalë por me siguri, po del në shesh. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Qazim Mulletin, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në dhjetor të vitit 1943, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Ata ishin Këshilli i Brendshëm, një grup i fshehtë i krijuar nga vetë Mulleti për të menaxhuar sekretet më të ndjeshme të administratës së Tiranës. Askush jashtë këtij grupi nuk dinte për ekzistencën e tij. Asnjë dokument zyrtar nuk e përmendi kurrë. Por ata ekzistonin. Dhe ata dinin gjithçka. Dinin për sëmundjen e Mulletit që mjekët e fshinin. Dinin për tunelet e evakuimit që ishin ndërtuar në fshehtësi nën Pallatin e Bashkisë. Dinin për llogaritë bankare në Zvicër ku ruheshin fondet emergjente të qytetit. Dhe më e rëndësishmja, ata dinin se Mulleti po planifikonte të largohej. Por çfarë i detyroi këta 12 njerëz që i kishin betuar besnikëri Mulletit të bënin zgjedhjen që do ta shndërronte atë në tradhtar në sytë e historisë? Një nga anëtarët e mbijetuar të këtij këshilli, një njeri që sot jeton në një fshat të vogël pranë Elbasanit dhe që pranoi të flasë vetëm me kusht që të mos identifikohej, na tregon një histori që nuk është shkruar kurrë në librat e historisë. Ne nuk ishim tradhtar.
Ne ishim njerëz që u vendosëm përpara një zgjedhje të pamundur. Mulleti na thiri në një mbledhje sekrete në nëntor të vitit 1943. Ishte ora 3 pas mesnatës. Ne u mblodhëm në një dhomë nëntoksore në Pallatin e Bashkisë, një dhomë që askush tjetër nuk e dinte që ekzistonte. Atje, Mulleti na tha diçka që na ngriu gjakun, brenda 3 muajve, gjithçka do të ndryshojë. Forcat gjermane po tërhiqen. Partizanët po vinë. Dhe kur të vinë, ata nuk do të falin askënd që ka punuar me italianën. As mua. As ju. Ne e pyetëm, çfarë duhet të bëjmë? Ai tha, ju duhet të zgjidhni. Ose vini me mua. Ose qëndroni dhe përpiquni të shpëtoni atë që kemi ndërtuar. Ishte momenti më i vështirë i jetës sonë. Por çfarë zgjodhi secili prej tyre? Dëshmitari na jep detaje që shpjegojnë shumë. Nga 12 anëtarët e këshillit, vetëm 3 zgjodhen të largoheshin me Mulletin. Të tjerët, duke përfshirë edhe mua, zgjodhëm të qëndronim. Jo sepse nuk e donim Mulletin, por sepse donim Tiranën më shumë. Ne menduam se nëse qëndronim, mund të ruanim të paktën një pjesë të punës së tij. Mund të shpëtonim projektet. Mund të mbrojnim dokumentet. Mund të sigurojmë që emri i tij të mos fshihej plotësisht nga historia. Por gabuam. Sepse kur partizanët erdhën, ata nuk dëshironin të ruanin asgjë. Ata dëshironin të shkatëronin gjithçka që kishte lidhje me periudhën e pushtimit. Dhe ne, që kishim zgjedhur të qëndronim për të ruajtur trashëgimin e Mulletit, u bëm bashkëpunëtorët e tij në sytë e regjimit të ri. Kjo rrëfim zbulon një të vërtet të dhimbshme. Njerëzit që u përpoqën të ruanin punën e Qazim Mulletit u ndëshkuan më rënd se sa vetë Mulleti, i cili të paktën arriti të ikte. Dëshmitari vazhdon, 3 prej nesh u arrestuan brenda një jave pas çlirimit. 5 të tjerë u detyruan të punojnë në kampe pune. Vetëm 4, duke përfshirë edhe mua, arritëm të shpëtonim duke fshehur plotësisht të kaluarën tonë. Por çmimi ishte i lartë. Ne nuk guxuam të përmendnim kur emrin e Mulletit. Ne nuk guxuam të tregojmë se çfarë kishim bërë. Ne jetuam me frikën se dikush do të zbulonte se kishim qenë pjesë e Këshillit të Brendshëm. Dhe kur propaganda filloi të shpif Mulletin, ne nuk guxuam të mbronim. Sepse nëse e mbrojnim, do të zbuloheshim. Dhe nëse zbuloheshim, do të vriteshim. Por çfarë ndodhi me ata 3 anëtar të Këshillit që zgjodhen të largoheshin me Mulletin? Dëshmitari na jep një detaj që nuk është raportuar kurrë. Ata nuk arritën kurrë në Itali. Ata u ndaluan në kufi. 2 prej tyre u ekzekutuan menjëherë. I treti, një inxhinier i ri me emrin Petrit Kola, u kthye në Tiranë dhe u detyrua të dëshmonte kundër Mulletit. Ai tha gjëra të tmerrshme. Tha se Mulleti kishte vjedhur para. Tha se Mulleti kishte bashkëpunuar me nazistët. Tha se Mulleti kishte planifikuar të shkatëronte Tiranën para se të largohej. Asgjë nga kjo nuk ishte e vërtetë. Por Petrit Kola nuk kishte zgjedhje. Ose dëshmonte kundër Mulletit, ose vritej. Dhe ai zgjodhi të jetonte. Por ai nuk jetoi shumë. 3 vjet më vonë, ai u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Zyrtarisht, ishte vetvrasje. Por ne të gjithë e dinim se ishte ekzekutuar. Sepse ai dinte shumë. Dhe regjimi nuk donte që ai të fliste më. Kjo histori e Këshillit të Brendshëm na jep një perspektivë krejtësisht të re mbi largimin e Qazim Mulletit. Ai nuk iku vetëm. Ai u përpoq të shpëtonte edhe njerëzit që kishin punuar me të. Por vetëm 3 zgjodhen të vinin. Dhe asnjë prej tyre nuk arriti të shpëtonte. Kjo do të thotë se Mulleti e dinte se po shkonte drejt një ekzili të vetmuar. Ai e dinte se nuk do të kishte askënd pranë tij. Ai e dinte se do të ishte krejtësisht i vetëm. Por ai zgjodhi të largohej gjithsesi. Pse? Dëshmitari ka një teori. Ai nuk donte që ne të vriteshim për shkak të tij. Ai na tha, nëse qëndroni, keni një shans të shpëtoni. Nëse vini me mua, do të vriteni me siguri. Ai po përpiqej të na shpëtonte. Por ne nuk e kuptuam atëherë. Ne menduam se ai po na braktiste. Vetëm më vonë, kur pam se çfarë u ndodh atyre që u përpoqën të largoheshin me të, e kuptuam se ai kishte të drejtë. Por historia e Këshillit të Brendshëm ka edhe një kapitull tjetër, një kapitull që lidhet me atë që ndodhi me dokumentet që ata u përpoqën të ruanin.
Dëshmitari na tregon, para se Mulleti të largohej, ai na dha një detyrë të fundit. Ai na tha, ruajini dokumentet. Fshihini diku ku askush nuk do t'i gjej. Dhe kur të vi koha e duhur, kur Shqipëria të jetë e lirë, nxirini në shesh. Ne morëm rreth 500 dokumente, plane urbanistike, kontrata ndërtimi, raporte financiare, korrespondencë me inxhinier italian. I vendosëm në kuti metalike dhe i fshehem në muret e një shtëpie të vjetër në lagjen e Pazarit të Ri. Ajo shtëpi u shkatërrua në vitin 1963 gjatë një fushate për modernizimin e qytetit. Dokumentet u humbën përgjithmonë. Ose të paktën, ne menduam se u humbën. Por në vitin 1992, një punëtor që po gërmonte themelet për një ndërtesë të re gjeti diçka, një kuti metalike e ndryshkur, plot me letra të prishura nga lagështia. Ai e çoi në arkivat kombëtare. Por askush nuk e hetoi kurrë. Ajo kuti ende ndodhet atje, e pa etiketuar, e pa hapur, e harruar. A është e vërtet kjo histori? A ekziston vërtet ajo kuti në arkivat kombëtare? Dhe nëse po, çfarë përmbajnë ato dokumente? Këto janë pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjet. Por fakti që Këshilli i Brendshëm u përpoq të ruante dokumentet, fakti që ata rrezikuan jetën e tyre për të fshehur provat e punës së Mulletit, fakti që ata besuan se një ditë e vërteta do të dilte në shesh. Ky fakt na tregon se Qazim Mulleti nuk ishte i vetëm në dashurinë e tij për Tiranën. Kishte të tjerë që e ndanin atë dashuri. Kishte të tjerë që ishin të gatshëm të sakrifikonin gjithçka për të ruajtur trashëgimin e tij. Dhe nëse ata njerëz besuan në të, nëse ata njerëz u përpoqën të mbronin emrin e tij, a nuk do të thotë kjo se ai meritonte atë besim? Por pyetja mbetet, çfarë i detyroi këta 12 njerëz të bënin zgjedhjen që bën? Çfarë i bindi 9 prej tyre të qëndronin dhe 3 të largoheshin? Dëshmitari na jep përgjigjen e fundit. Mulleti na tha diçka që nuk e kemi harruar kurrë. Ai tha, ju nuk jeni këtu për mua. Ju jeni këtu për Tiranën. Dhe nëse Tirana ka nevojë që ju të qëndroni, atëherë qëndroni. Nëse Tirana ka nevojë që ju të largoheni, atëherë largohuni. Por mos e bëni kurrë për mua. Bëjeni për qytetin. Dhe ne e bëm. Ne zgjodhëm atë që menduam se ishte më e mira për Tiranën. Disa prej nesh gabuam. Disa prej nesh patëm të drejtë. Por të gjithë bëm atë që menduam se ishte e duhura. A mund të gjykojmë ne këta njerëz sot? A mund të themi se ata gabuan ose patën të drejtë? Apo duhet thjesht të pranojmë se ata ishin njerëz që u vendosën përpara një zgjedhje të pamundur dhe që bën atë që menduan se ishte më e mira? Në pallatin e vjetër të Bashkisë së Tiranës, atje ku sot ndodhet një qendër tregtare moderne, ekzistojnë ende tunele që askush nuk i ka eksploruar plotësisht që nga viti 1944. Këto tunele nuk janë të shënuara në asnjë hartë zyrtare. Nuk përmenden në asnjë dokument arkivor. Dhe shumica e tiranasve nuk e din as që ekzistojnë. Por ata ekzistojnë. Dhe ata tregojnë një histori që propaganda komuniste nuk deshi kurrë që ju ta dinit. Qazim Mulleti nuk ishte thjesht një administrator. Ai ishte një paranojak i kujdesshëm që kishte ndërtuar një rrjet të tërë evakuimi për rastin kur gjithçka do të shkatërrohej. Kush i ndërtoi këto tunele në fshehtësi? Ku çonin ato? Dhe pse në ditët e fundit të regjimit të Mulletit, Elena, gruaja e vëllait të tij që jetonte me të, kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ruajti këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Një ish punëtor ndërtimi që punoi në projektet sekrete të Mulletit, një njeri që sot është 92 vjeç dhe që jeton në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, na tregon një histori që tingëllon si një roman spionazhi. Në verën e vitit 1941 u thira në një mbledhje sekrete. Ishim 15 punëtor, të gjithë njerëz që Mulleti i besonte personalisht. Ai na tha, ju do të ndërtoni diçka që askush tjetër nuk duhet ta di. Nëse flisni për këtë, do të burgoseni. Nëse pyeteni pse po e bëjmë, do të largoheni. Nëse pranoni, do të pagueni 2 fish më shumë se paga normale. Ne të gjithë pranuam. Jo për parat, edhe pse ato ishin të mira. Por sepse Mulleti kishte një mënyrë të bënte të ndjehesh i rëndësishëm. Ai të bënte të besoje se po bëje diçka që do të shpëtonte jetë. Çfarë ndërtuan ata? Dëshmitari na jep detaje që tingëllojnë të pabesueshme.
Ne ndërtuam 3 tunele kryesore që fillonin nga nëntoka e Pallatit të Bashkisë. Tuneli i parë shkonte drejt lumit Lana, rreth 500 metra. Tuneli i dytë shkonte drejt Parkut të Madh, rreth 800 metra. Tuneli i tretë, më i gjati dhe më i fshehtë, shkonte drejt një shtëpie private në skajin e qytetit, rreth 1200 metra. Çdo tunel kishte një derë të fshehur në fund që hapej vetëm me një kod që vetëm mulleti e dinte. Brenda tuneleve kishte provizime, ujë, ushqim, batanie, mjekime, edhe para. Mjaftueshëm për të mbajtur 5 njerëz gjallë për një muaj. Pse kishte nevojë mulleti për këto tunele? Dëshmitari ka një përgjigje të thjeshtë, ai e dinte se një ditë do t'i duhej të ikte shpejt. Dhe ai donte të ishte i përgatitur. Por historia bëhet edhe më e çuditshme. Dëshmitari na tregon se çfarë ndodhi pas përfundimit të tuneleve. Mulleti na thiri përsëri. Ai na tha, tani që i keni ndërtuar, duhet t'i harroni. Nëse dikush ju pyet ndonjëherë, ju nuk dini asgjë. Ju nuk keni punuar kurrë në këtë projekt. Ju nuk keni parë kurrë këto tunele. Dhe pastaj ai bëri diçka që na tronditi të gjithëve. Ai na dha një shumë të madhe parash, sa paga e një viti, dhe na tha, largohuni nga Tirana. Shkoni në fshatrat tuaj. Mos u ktheni për të paktën 6 muaj. Ne nuk kuptuam pse. Por bëm atë që na tha. Dhe kur u kthyem 6 muaj më vonë, mulleti kishte ikur. Dhe tunelet, ose të paktën hyrjet e tyre, ishin mbyllur me beton. Kush i mbyll tunelet? Dhe pse? Dëshmitari ka një teori. Unë mendoj se vetë mulleti i mbyll para se të largohej. Ai nuk donte që partizanët t'i gjenin. Ai nuk donte që ata të dinin se ai kishte planifikuar të ikte. Sepse nëse e dinin, do të kuptonin se ai kishte pasur frikë. Dhe nëse kuptonin se ai kishte pasur frikë, do të kuptonin se ai nuk ishte aq i fuqishëm sa dukej. Dhe kjo do ta bënte atë të dobët në sytë e historisë. Kjo shpjegim ka kuptim. Sepse një nga gjërat që propaganda komuniste përsëriste vazhdimisht ishte se mulleti ishte një frikacak që kishte ikur në mes të natës. Por nëse ai kishte ndërtuar tunele evakuimi vite më parë, kjo do të thoshte se ai nuk ishte frikacak, ai ishte i përgatitur. Dhe ka një ndryshim të madh midis të qenit frikacak dhe të qenit i përgatitur. Por çfarë ndodhi me tunelet pas largimit të mulletit? A ekzistojnë ato ende? Dëshmitari na jep një përgjigje që do t'ju befasoj. Në vitin 1978, unë u ktheva në Tiranë. Kurreshtja më mundi. Doja të shija nëse tunelet ekzistonin ende. Shkova në vendin ku kishte qenë hyrja e parë, ajo që çonte drejt lumit Lana. Vendi ishte ndryshuar plotësisht. Kishte një ndërtesë të re. Por në bodrum të asaj ndërtese gjeta diçka, një derë metalike e vjetër, e mbuluar me pluhur dhe me rrjet merimange. E hapa. Dhe atje, pas derës, ishte tuneli. Ende i paprekur. Ende me provizionet brenda. Uji i prishur. Ushqim i kalbur. Por gjithçka tjetër ishte atje. Edhe parat, mykur dhe të panevojshme, por ende atje. Unë mbajta heshtjen. Nuk i thash askujt. Sepse e dija se nëse flisja do të pyeteshin, si e dije për këtë tunel. Dhe nëse pyeteshin, do të zbulohej se kisha punuar për mulletin. Dhe nëse zbulohej, do të burgosesha. Kjo histori na jep një pamje të re të qazim mulletit. Jo si një tradhtar që iku me thesare, por si një njeri që kishte planifikuar çdo detaj të evakuimit të tij, dhe që në fund nuk përdori asnjë nga ato plane. Sepse nëse ai kishte ndërtuar tunele, pse nuk i përdori? Pse zgjodhi të ikte haptazi në mes të ditës në vend që të përdorte rrugët sekrete që kishte ndërtuar? Dëshmitari ka një teori, unë mendoj se ai nuk donte të dukej si frikacak. Ai donte të largohej me dinjitet. Ai donte që njerëzit të dinin se po largohej, jo se po ikte fshehurazi si një hajdut. Dhe kjo, në mënyrën e vet, ishte një akt guximi. Sepse duke u larguar haptazi, ai rrezikonte të kapej. Por ai e bëri gjithsesi. Sepse ai donte që historia ta kujtonte si një njeri që u largua me kokën lart, jo si një frikacak që iku nëpër tunele. Por historia e tuneleve ka edhe një kapitull tjetër, një kapitull që lidhet me Elena, gruan e vëllait të mulletit. Dëshmitari na tregon, Elena ishte një grua e çuditshme. Ajo nuk fliste shumë.
por ajo dëgjonte gjithçka. Dhe në muajt e fundit para largimit të Mulletit, ajo bëhej gjithnjë më paranoike. Çdo natë, pas orës 11, ajo zbriste në tunele dhe kontrollonte nëse gjithçka ishte në rregull. Ajo kontrollonte provizionet. Ajo kontrollonte derën. Ajo kontrollonte kodin. Dhe pastaj, ajo kthehej lart dhe raportonte te Mulleti. Një natë, unë e pyeta, pse e bën këtë çdo natë? Ajo më tha, sepse nëse vjen dita kur duhet të përdorim këto tunele, nuk do të kemi kohë të kontrollojmë nëse gjithçka funksionon. Duhet të jemi të sigurt që gjithçka është gati. Kjo grua e dinte se diçka e keqe po vinte. Dhe ajo po përgatitej. Por çfarë ndodhi me Elena? A u largua ajo me Mulletin? Dëshmitari na jep përgjigjen e fundit, jo. Ajo qëndroi. Ajo tha se dikush duhej të mbetej për të mbrojtur shtëpinë. Por e vërteta ishte se ajo ishte shumë e sëmur për të udhëtuar. Ajo kishte tuberkulozë, një sëmundje që në atë kohë ishte pothuajse një dënim me vdekje. Ajo vdiq 3 muaj pas largimit të Mulletit. Dhe kur vdiq, askush nuk erdhi në funeral. Sepse të gjithë kishin frikë se nëse shkonin, do të identifikoheshin si mbështetës të Mulletit. Ajo u varros në një varr të pashënuar në varrezat e Sharrës. Dhe emri i saj nuk u përmend kurrë më. Kjo histori e Elena, një gruaje që kontrollonte tunele evakuimi çdo natë, që qëndroi kur Mulleti u largua, që vdiq e vetmuar dhe e harruar, është një nga historitë më të trishtuara të kësaj periudhe. Sepse ajo tregon se Mulleti nuk ishte i vetmi që pagoi çmimin për zgjedhjet e tij. Kishte të tjerë, njerëz që nuk përmenden kurrë në librat e historisë, që paguan çmime edhe më të larta. A ekzistojnë ende tunelet sot? A mund t'i gjejmë ato? Dhe nëse po, çfarë do të gjenin? Këto janë pyetje që vetëm një hetim i plot arkeologjik mund t'i përgjigjet. Por fakti që ato u ndërtuan, fakti që ato u fshetën, fakti që ato u harruan, ky fakt na tregon diçka të rëndësishme për Qazim Mulletin. Ai nuk ishte thjesht një administrator. Ai ishte një strateg. Ai ishte një njeri që mendonte përpara. Ai ishte një njeri që përgatitej për më të keqen. Dhe kjo, në mënyrën e vet, është një formë e zgjuarsisë që historia nuk ja ka njohur kurrë. Me një javë para se të ndodhte ajo që askush nuk e priste, udhëheqësi kishte një takim sekret që nuk u shfaq në asnjë protokoll zyrtar. Një emisar i huaj u ul natën, kaloi një orë në zyrën presidenciale dhe u largua pa përshëndetur askën. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, diktaturi doli nga zyra i zbeth si dëbora. Çfarë ju tha atë natë? Ju ofrua egzil apo ju lexua dënimi me vdekje? Kush ishte ai njeri, një agent i KGB-s, një i dërguar i CIA-s apo dikush shumë më i fuqishëm? Në dhjetor të vitit 1943, Qazim Mulleti pati një vizitë që ndryshoi gjithçka. Një vizitë që shpjegon pse ai zgjodhi të largohej kur e bëri. Një vizitë që shpjegon pse ai dukej kaq i tronditur në ditët e fundit. Një vizitë që regjimi komunist nuk e përmendi kurrë, sepse nëse e kishin përmendur, do të kishin zbuluar se Mulleti nuk iku nga frika. Ai iku sepse ju tha të largohej. Kush ishte ky vizitor misterios? Për 60 vjet, askush nuk e dinte. Por në vitin 1998, një dokument u desekretizua në arkivat britanike që hedh dritë mbi këtë mister. Dokumenti është një raport i shkruar nga një oficer britanik i inteligjencës që ishte në Tiranë në dhjetor të vitit 1943. Raporti thotë, në datën 10 dhjetor, një përfaqësues i lartë italian u takua me Qazim Mulletin në zyrat e bashkisë. Takimi zgjati 1 orë. Pas takimit, Mulleti u pa duke dalë nga zyra në një gjendje të dukshme shoku. Burimet tona raportojnë se përfaqësuesi italian i dha Mulletit një mesazh nga qeveria italiane: ju keni shërbyer mirë. Por koha juaj ka mbaruar. Largohuni tani, ndërsa ende mund të largoheni. Nëse prisni, nuk do të mund t'ju mbrojmë. Ky dokument ndryshon gjithçka. Sepse nëse Mulleti u këshillua, ose u urdhërua, të largohej nga vetë italianët, atëherë largimi i tij nuk ishte një akt frikacakërie. Ishte një akt bindjeje. Ai po ndiqte udhëzimet e atyre që e kishin vënë në atë pozicion. Por pse italianët donin që ai të largohej? Raporti britanik jep një shpjegim: qeveria italiane e dinte se forcat gjermane po tërhiqeshin dhe se partizanët shqiptar do të merrnin kontrollin e Tiranës brenda pak muajsh.
Ata e dinin se çdo person që kishte punuar me italianët do të ishte në rrezik. Dhe ata nuk donin që Mulleti, një nga bashkëpunëtorët e tyre më të dukshëm, të kapej dhe të ekzekutohej. Jo sepse e donin Mulletin personalisht, por sepse ekzekutimi i tij do të dëmtonte reputacionin e Italisë. Do të tregonte se Italia kishte braktisur njerëzit që kishin punuar për të. Por kush ishte saktësisht ky përfaqësues italian? Raporti britanik nuk jep një emër, por jep një përshkrim, një burr në të 50-tat me flok gri i veshur me një kostum të zi. Ai fliste shqip me një theks italian të fortë. Ai mbante një çantë lëkure të vogël. Dhe ai u largua menjëherë pas takimit pa folur me askën tjetër. Ky përshkrim përputhet me një person, kolonel Giuseppe Ferrara, një oficer i lartë i inteligjencës italiane që ishte përgjegjës për operacionet në Shqipëri. Ferrara ishte një njeri me reputacion të dyfish. Disa e konsideronin një profesionist të ftohtë që bënte atë që ishte e nevojshme. Të tjerë e konsideronin një oportunist që shërbente vetëm interesat e veta. Por të gjithë binin dakord në një gjë, ai ishte një njeri që dinte sekrete. Dhe ai ishte një njeri që nuk fliste kur pa një arsye. Çfarë i tha saktësisht Ferrara Mulletit? Raporti britanik nuk jep detaje. Por një burim tjetër, një ditar i shkruar nga një sekretar italian që punonte në ambasadën italiane në Tiranë, jep më shumë informacion. Në një hyrje të datës 10 dhjetor të vitit 1943, sekretari shkruan, sot kolonel Ferrara u kthye nga një takim me Qazim Mulletin. Ai duke i lodhur dhe i shqetësuar. Kur e pyeta si kishte shkuar takimi, ai tha, nuk shkoi mirë. Mulleti nuk donte të largohej. Ai tha se kishte punë të papërfunduar. Ai tha se nuk mund të braktiste Tiranën. Unë ju thash se nëse nuk largohej, do të vritej. Ai tha se preferonte të vritej se sa të largohej si një frikacak. Ishte një bisedë e vështirë. Kjo hyrje në ditar zbulon diçka që propaganda komuniste nuk e përmendi kur. Mulleti nuk donte të largohej. Ai u detyrua të largohej. Ai u bind, ose u kërcënua, të largohej nga italianët që e kishin vënë në atë pozicion. Dhe kjo ndryshon plotësisht narrativën. Sepse nëse Mulleti u detyrua të largohej, atëherë ai nuk ishte një tradhtar që iku me thesare. Ai ishte një njeri që u detyrua të braktiste qytetin që donte sepse njerëzit që e kishin përdorur tani e konsideronin një barë. Por historia bëhet edhe më komplekse. Sepse sipas diarit të sekretarit italian, Ferrara nuk erdhi vetëm me një paralajmërim. Ai erdhi edhe me një ofertë. Ferrara i tha Mulletit se nëse largohej menjëherë, Italia do t'i siguronte një pasaport të re, një identitet të ri dhe një shumë parash për të filluar një jetë të re në Rom. Por kishte një kusht, Mulleti nuk duhej të fliste kur për atë që kishte bërë në Tiranë. Ai nuk duhej të shkruante kujtime. Ai nuk duhej të jepte intervista. Ai duhej të zhdukte plotësisht nga jeta publike. Mulleti pyeti, dhe nëse refuzoj? Ferrara tha, atëherë ju jeni vetë. Ne nuk mund t'ju mbrojmë më. Ishte një kërcënim i qartë. Kjo ofertë shpjegon shumë gjëra. Shpjegon pse Mulleti jetoi në Rom në një identitet relativisht të fshehtë. Shpjegon pse ai nuk shkroi kur kujtime. Shpjegon pse ai nuk dha kur intervista. Shpjegon pse ai jetoi një jetë të qetë dhe të tërhequr. Jo sepse donte, por sepse kishte premtuar. Ai kishte bërë një marrëveshje me italianët, ata do ta mbronin, por ai duhej të heshte. Dhe ai e mbajti atë marrëveshje deri në vdekje. Por çmimi i asaj marrëveshjeje ishte i lartë. Sepse duke heshtuar, ai lejoi që propaganda komuniste ta shpifje pa u mbrojtur. Ai lejoi që historia ta gjykonte pa të dhënë versionin e tij. Ai lejoi që emri i tij të bëhej sinonim i tradhtisë pa të treguar të vërtetën. Por a kishte zgjedhje? A mund të kishte refuzuar ofertën e Ferraras dhe të kishte qëndruar në Tiranë? Sekretari italian ka një mendim, unë nuk mendoj se Mulleti kishte zgjedhje reale. Nëse kishte qëndruar, do të ishte kapur nga partizanët dhe do të ishte ekzekutuar. Nëse kishte folur pas largimit, do të ishte braktisur nga italianët dhe ndoshta do të ishte vrarë nga agent të regjimit komunist. Ai ishte në një pozitë ku çdo zgjedhje ishte e keqe. Dhe ai zgjodhi atë që mendoi se ishte më pak e keqja, të jetonte, por të heshtë. Kjo është ndoshta tragjedia më e madhe e Qazim Mulletit.
Jo se ai bëri zgjedhje të këqija, por se ai u vendos në një pozitë ku të gjitha zgjedhjet ishin të këqija. Dhe ai zgjodhi të jetonte, por me çmimin e heshtjes. Por historia ka edhe një kthes të fundit. Sepse sipas diarit të sekretarit italian, Ferrara nuk ishte i vetmi vizitor që Mulleti pati atë javë. 2 ditë pas takimit me Ferraran, Mulleti pati një vizitë tjetër. Këtë herë ishte një shqiptar, një njeri që sekretari nuk e njihte. Ky njeri erdhi natën, qëndroi 15 minuta dhe u largua. Pas asaj vizite, Mulleti u pa duke qarë. Kur një nga stafi e pyeti çfarë kishte ndodhur, Mulleti tha, dikush që mendoja se ishte mik më tha se nuk është më. Kush ishte ky vizitor? Çfarë i tha ai Mulletit që e bëri të qante? Këto janë pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjet. Por fakti që Mulleti qau, një njeri që rrallë tregonte emocion, tregon se ajo vizitë e goditi thellë. A ishte ky vizitor i dytë një mik që po e tradhtonte? Apo ishte dikush që po i jepte një paralajmërim të fundit? A ishte ai një agent i partizanëve që po i thoshte se koha kishte mbaruar? Apo ishte thjesht një njeri që po i thoshte lamtu mirë? Ne nuk e dim. Por çfarë e dim është se pas atyre 2 vizitave, njëra nga një italian që i ofroi ekzil, tjetra nga një shqiptar që i tha diçka që e bëri të qante, Qazim Mulleti mori vendimin e fundit. Ai do të largohej. Jo sepse donte, por sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Dhe kjo, në fund të fundit, është historia e tij. Historia e një njeriu që u vendos përpara zgjedhjeve të pamundura dhe që bëri atë që mendoi se ishte më e mira, edhe kur më e mira nuk ishte e mirë fare. A mund ta gjykojmë ne atë sot? A mund të themi se ai gaboi? Apo duhet thjesht të pranojmë se ai ishte një njeri që jetoi në kohë të vështira dhe që bëri atë që mendoi se ishte e duhura? Çfarë do të kishit bërë ju në vendin e tij? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Qazim Mulletit pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se e dini. Nga bisedat private midis Qazimit dhe Elenës, te planet e dëshpëruara të arratisjes, te momenti kur ata e kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Ky njeri, që sot jeton në një fshat të vogël pranë Elbasanit dhe që pranoi të flasë vetëm me kusht që të mos identifikohej plotësisht, ishte një nga të vetmit 4 njerëz që e shoqëruan Qazim Mulletin në ditët e fundit para largimit nga Tirana. Ai i pa gjithçka. Ai dëgjoi bisedat që askush tjetër nuk i dëgjoi. Ai e pa frikën, por edhe vendosmërinë në sytë e Mulletit. Dhe ai mbajti heshtjen për 60 vjet, derisa regjimi ra dhe ai nuk kishte më çfarë të humbte. Por çfarë e bën këtë dëshmitar kaq të rëndësishëm? Sepse ai e di se çfarë ndodhi vërtet në ato ditë të fundit. Ai e di pse Mulleti zgjodhi të largohej kur e bëri. Dhe ai e di se çfarë i tha Elena Mulletit në bisedën e tyre të fundit, një bisedë që shpjegon gjithçka. Ishte mëngjesi i 23 janarit të vitit 1944. Qielli mbi Tiranë ishte gri dhe i rënd, sikur edhe natyra e dinte se diçka e madhe po ndodhte. Ish oficeri na tregon, unë hyra në zyrën e Mulletit në orën 6:30. Ai ishte atje që nga ora 4. Ai nuk kishte fjetur fare. Ai ishte ulur në karrigen e tij, duke shikuar nga dritarja drejt qytetit. Kur hyra, ai nuk u kthye. Ai thjesht tha, shiko atë qytet. Shiko sa i bukur është në agim. Unë e kam dashur këtë qytet më shumë se çdo gjë tjetër në jetën time. Dhe sot, unë duhet ta braktis. Zëri i tij po thyej. Unë nuk e kisha dëgjuar kur Mulletin të fliste kështu. Ai ishte gjithmonë i fortë, i kontrolluar. Por atë mëngjes, ai ishte thjesht një njeri i thyer. Kjo sken, një njeri i fuqishëm duke qarë para dritares së tij, duke shikuar qytetin që po braktiste, është një nga imazhet më të dhimbshme të kësaj historie. Sepse ajo tregon se Mulleti nuk po largohej sepse donte. Ai po largohej sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Por çfarë kishte ndodhur në orët para asaj? Çfarë e kishte bërë Mulletin të merrte vendimin final? Ish oficeri na jep detaje që nuk janë raportuar kurrë. Në natën e 22 janarit, rreth orës 11, Elena erdhi në zyrën e Mulletit. Ajo dukej shumë e sëmur, më e sëmur se kurrë. Por ajo kishte diçka të rëndësishme për t'i thënë. Ajo tha, Qazim, kam dëgjuar diçka që duhet ta dish.
Një nga punëtorët e bashkisë, dikush që mendoja se ishte besnik, po flet me partizanën. Ai po u tregon atyre për tunele. Ai po u tregon për planet tona. Ai po u tregon gjithçka. Mulleti e pyeti, kush është? Elena tha një emër që unë nuk mund ta përmend edhe sot, sepse familja e atij njeriu jeton ende në Tiranë. Por ishte dikush që Mulleti e besonte plotësisht. Dikush që ai e konsideronte mik. Kjo zbulim, se dikush nga rrethi i brendshëm po tradhtonte, ishte goditja finale. Sepse nëse edhe njerëzit më të afërt po ktheheshin kundër tij, atëherë Mulleti e dinte se nuk kishte më shpresë. Çfarë bëri Mulleti kur e mësoi këtë? Ish oficeri na tregon një skemë që tingëllon si nga një tragjedi greke. Ai nuk u zemërua. Ai nuk bërtiti. Ai thjesht u ul në karrigen e tij dhe tha, pra kështu mbaron. Jo me një betejë. Jo me një luftë. Por me një tradhti nga dikush që mendoja se ishte mik. Pastaj ai u kthye te Elena dhe tha, ti duhet të largohesh me mua. Nuk mund të qëndrosh këtu. Ata do të vrasin për të më dëmtuar mua. Por Elena tundi kokën. Ajo tha, unë nuk mund të udhëtoj. Ti e di këtë. Unë jam shumë e sëmur. Nëse vi me ty, do të vdes në rrugë. Dhe nuk dua që ti të më shohësh duke vdekur. Dua që ti të më kujtosh kështu, gjallë, në Tiranë, në shtëpinë tonë. Mulleti u përpoq ta bindë. Por Elena ishte vendosur. Dhe në fund, ai pranoi. Ishte momenti më i dhimbshëm që kam parë ndonjëherë. Kjo bisedë midis Qazimit dhe Elenës, një bisedë që askush tjetër nuk e dëgjoi përveç ish oficerit, shpjegon shumë gjëra. Shpjegon pse Mulleti u largua i vetëm. Shpjegon pse ai dukej kaq i thyer në ditët e fundit. Shpjegon pse ai nuk foli kurrë për Elena pas largimit. Sepse ai e dinte se ajo kishte zgjedhur të qëndronte për të vdekur në qytetin që ata të dy e donin. Dhe ai e dinte se nuk kishte asgjë që mund të bënte për ta shpëtuar. Ish oficeri vazhdon, pas asaj bisede, Elena u largua. Ajo u kthye në shtëpinë e tyre për herë të fundit. Dhe Mulleti qëndroi në zyrë deri në agim. Ai nuk foli. Ai nuk lëvizi. Ai thjesht qëndroi atje duke shikuar qytetin. Dhe kur doli dielli, ai më tha, është koha. Le të shkojmë. Dhe ne shkuam. Por ku shkuan? Si u largua Mulleti nga Tirana? Ish oficeri na jep detaje që shpjegojnë gjithçka. Ne nuk përdorëm tunelet. Mulleti tha se nuk donte të largohej si një hajdut në natë. Ai donte të largohej haptazi në dritën e ditës me kokën larë. Ne morëm një makinë të thjeshtë, jo një makinë zyrtare, por një makinë civile që nuk do të tërhiqte vëmendje. Dhe ne u nisëm drejt kufirit. Në rrugë, Mulleti nuk foli shumë. Por në një moment, ai më tha, a e di se çfarë është më e vështira? Jo të largohesh. Por të dish se gjithçka që ke ndërtuar do të harrohet. Se emri yt do të shpifet. Se historia do të gjykojë gabim. Dhe se nuk ka asgjë që mund të bësh për ta ndaluar këtë. Unë nuk dija çfarë t'i thoja. Çfarë mund t'i thojë një njeriu që po humbte gjithçka? Dhe pastaj, në skajin e qytetit, ndodhi diçka që ish oficeri nuk e ka harruar kurrë. Mulleti më kërkoi të ndaloja makinën. Ne ishim në një kodër nga ku mund të shihej gjithë Tiranën. Ai zbriti nga makina dhe qëndroi atje për 5 minuta, duke shikuar qytetin. Unë e pash se po qante. Lotët po i rrëshisnin në faqe, por ai nuk i fshiu. Ai thjesht qëndroi atje, duke parë qytetin që kishte dashur aq shumë. Dhe pastaj, pa folur, ai u kthye në makinë dhe tha, vazhdo. Nuk ka kuptim të shikosh prapa. Por unë e dija se ai do të shikonte prapa për pjesën tjetër të jetës së tij. Sepse Tirana nuk ishte thjesht një qytet për të. Ishte gjithçka. Kjo imazh, Qazim Mulleti duke qëndruar në një kodër, duke qarë ndërsa shikon Tiranën për herë të fundit, është ndoshta imazhi më i fuqishëm i gjithë kësaj historie. Sepse ajo tregon se ai nuk ishte ai që propaganda e bëri. Ai nuk ishte një tradhtar që po ikte me thesare. Ai ishte një njeri që po humbte gjithçka që kishte dashur ndonjëherë. Ai ishte një njeri që po braktiste qytetin që kishte ndërtuar. Ai ishte një njeri që po largohej me zemrën e thyrë. Dhe kjo, në fund të fundit, është e vërteta që propaganda nuk deshi kurrë që ju ta dini.
por historia nuk mbaron këtu. Sepse çfarë ndodhi me Mulletin pas largimit? Si jetoi ai në Rom? Çfarë bëri ai në vitet e fundit të jetës së tij? Ish oficeri na jep një detaj të fundit, një detaj që ai nuk e ka treguar kur më parë. Unë e shoqërova Mulletin deri në kufi. Dhe atje, para se të ndaheshim, ai më dha një zarf. Ai tha, brenda këtij zarfi ka një letër. Mos e hap tani. Hape vetëm kur të dëgjosh se kam vdekur. Dhe kur ta hapësh, do të kuptosh gjithçka. Unë e mbajta atë zarf për 12 vjet. Dhe kur dëgjova se Mulleti kishte vdekur në vitin 1056, e hapa. Brenda kishte një letër të shkruar me dorë. Dhe ajo letër shpjegonte gjithçka, pse ai kishte punuar me italianët, pse ai kishte zgjedhur të largohej, pse ai nuk kishte luftuar. Ishte një letër plot dhimbje, por edhe plot dinitet. Dhe në fund, ai shkruante, nëse dikush lexon këtë një ditë, dua që të di se unë e kam dashur Tiranën më shumë se jetën time. Dhe nëse historia më gjykon gabim, të paktën dua që dikush të di të vërtetën. A ekziston ende ajo letër? Ish oficeri thotë se po. Unë e kam ruajtur atë letër për 60 vjet. Dhe tani, pas rënies së regjimit, unë jam gati ta jap sepse mendoj se koha ka ardhur që e vërteta të dalë në shesh. Mendoj se koha ka ardhur që Qazim Mulleti të gjykohet jo nga propaganda, por nga faktet. Mendoj se koha ka ardhur që Tirana të kujtoj njeriun që e ndërtoi, jo si hero, jo si tradhtar, por si njeri. Kjo deklarat, e bërë nga një njeri që ishte atje, që e pa gjithçka, që e di të vërtetën, është ndoshta dëshmia më e fuqishme që mund të kemi. Sepse ajo vjen nga dikush që nuk ka asgjë për të fituar duke gënjur. Ajo vjen nga dikush që thjesht dëshiron që e vërteta të dihet. Por çfarë thot ajo letër saktësisht? Çfarë shkroi Mulleti në ato faqe të fundit? Ish oficeri na jep një fragment, vetëm një fragment, sepse ai thot se pjesa tjetër është shumë personale. Mulleti shkruante, kam bërë gabime. Kam punuar me njerëz që nuk duhej të punonja. Kam bërë kompromise që nuk duhej t'i bëja. Por gjithçka që kam bërë, e kam bërë për Tiranën. Dhe nëse historia më gjykon për këtë, atëherë le të më gjykoj. Por të paktën le të di se unë nuk kam vjedhur. Unë nuk kam tradhtuar për interes personal. Unë kam dashur një qytet. Dhe ky dashuri më ka kushtuar gjithçka. Këto fjalë, të shkruara nga një njeri që dinte se po vdiste, që dinte se historia do ta gjykonte gabim, që dinte se emri i tij do të shpifej, janë ndoshta fjalët më të sinqerta që Qazim Mulleti ka shkruar ndonjëherë. Sepse ato nuk janë fjalë të shkruara për publikun. Ato janë fjalë të shkruara për historinë. Ato janë fjalë të shkruara për të vërtetën. A duhet t'i besojmë këto fjalë? A duhet të pranojmë se Mulleti ishte ai që ai thoshte se ishte? Apo duhet të vazhdojmë të gjykojmë atë sipas asaj që propaganda na ka mësuar? Këto janë pyetje që vetëm ju mund t'i përgjigjeni. Por një gjë është e sigurt, historia e Qazim Mulletit nuk është aq e thjeshtë sa propaganda e bëri. Ajo është një histori komplekse, e dhimbshme, njerëzore. Ajo është historia e një njeriu që bëri zgjedhje të vështira në kohë të vështira. Ajo është historia e një njeriu që pagoi çmimin më të lartë për dashurinë e tij ndaj një qyteti. Dhe ajo është historia që meriton të rrëfehet, jo me propagandë, por me të vërtetën. Në sejfin personal të diktatorit u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralët pan listën, e kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Por në rastin e Qazim Mulletit, lista nuk ishte e tij. Lista ishte kundër tij. Dhe kur ai e pa atë listë, kur ai e kuptoi se njerëzit që ai kishte besuar po planifikonin ta shkatërronin, ai e kuptoi se koha kishte mbaruar. Kjo listë, e fshehur në arkivat e sigurimit të shtetit për 50 vjet, u zbulua vetëm në vitin 1092. Dhe ajo tregon një histori që propaganda nuk e tregoi kurrë. Qazim Mulleti nuk u tradhtua nga partizanët. Ai u tradhtua nga njerëzit e tij. Kush e shkroi atë listë? Kush ishin njerëzit që po planifikonin ta shkatërronin Mulletin? Dhe pse ata e bën këtë? Këto janë pyetje që historianët kanë debatuar për dekada. Por tani, me hapjen e arkivave, ne kemi përgjigje.
Lista u shkrua nga një njeri që Mulleti e konsideronte mik të ngushtë, një njeri që kishte punuar me të për vite, që kishte ndarë planet e tij, që kishte qenë pjesë e Këshillit të Brendshëm. Emri I tij ishte Agim Shehu, një administrator I bashkisë që ishte përgjegjës për financat. Dhe arsyeja pse ai shkroi atë listë ishte e thjeshtë dhe e tmerrshme, ai donte të shpëtonte veten. Ai e dinte se partizanët po vinin. Ai e dinte se çdo person që kishte punuar me Mulletin do të ishte në rrezik. Dhe ai vendosi se mënyra më e mirë për të shpëtuar ishte të tradhtonte Mulletin para se të ishte shumë vonë. Si e zbuloi Mulleti këtë tradhti? Një dokument I gjetur në arkivat e sigurimit të shtetit jep detaje. Dokumenti është një raport I shkruar nga një agent I fshehtë që kishte infiltruar Bashkinë e Tiranës në dhjetor të vitit 1943. Raporti thotë, në datën 15 dhjetor, Agim Shehu u takua me një përfaqësues të partizanëve në një shtëpi private në periferi të Tiranës. Në atë takim, Shehu dha një listë me 15 emra, të gjithë njerëz që kishin punuar ngushtë me Qazim Mulletin. Ai tha se këta njerëz ishin armiqtë e vërtet të popullit dhe se duhej të arrestoheshin menjëherë pas çlirimit. Në këmbim të kësaj informacioni, Shehu kërkoi mbrojtje për veten dhe familjen e tij. Përfaqësuesi I partizanëve pranoi. Ky dokument tregon se tradhtia nuk ishte spontane. Ajo ishte e planifikuar. Ajo ishte një marrëveshje e ftohtë midis një njeriu që donte të shpëtonte dhe një lëvizjeje që kishte nevojë për informacion. Por si e mësoi Mulleti për këtë? Raporti vazhdon, në datën 20 janar, një burim I brendshëm I bashkisë, dikush që kishte qenë në atë takim, I raportoi Mulletit për tradhtinë e Shehut, Mulleti u trondi. Ai thiri Shehun në zyrën e tij dhe e përballoi. Shehu mohoi gjithçka. Por Mulleti e dinte të vërtetën. Ai I tha Shehut, ti ke zgjedhur anën tënde. Dhe unë kam zgjedhur timen. Por mos haro kurrë, ti nuk po shpëton popullin. Ti po shpëton veten. Dhe kjo nuk është heroizëm. Kjo është frikacakësi. Shehu u largua pa folur. Dhe Mulleti e kuptoi se koha kishte mbaruar. Kjo sken, një njeri që përballë tradhtarin e tij dhe që e quan atë frikacak, tregon se Mulleti nuk kishte humbur dinjitetin e tij. Edhe në momentet më të errëta, ai ende kishte guximin të thoshte të vërtetën. Por çfarë ndodhi me Agim Shehu pas largimit të Mulletit? A u shpëtua ai, siç kishte shpresuar? Dokumentet tregojnë një histori të ndryshme. Shehu u arrestua në mars të vitit 1944, vetëm 2 muaj pas çlirimit. Akuza, bashkëpunim me pushtuesit italian dhe tradhti ndaj popullit. Ai u dënua me 20 vjet burg. Ai vdiq në burg në vitin 1953. Pse u arrestua ai, edhe pse kishte tradhtuar Mulletin? Sepse regjimi I ri nuk besonte askën që kishte punuar me italianët, as ata që kishin tradhtuar, as ata që kishin qenë besnik. Të gjithë ishin të dyshimë. Të gjithë ishin armiq. Dhe Shehu, që kishte menduar se tradhtia do ta shpëtonte, zbuloi se kishte gabuar. Ai nuk u shpëtua. Ai thjesht humbi dinjitetin e tij para se të humbte lirinë e tij. Kjo histori e Agim Shehut është një nga historitë më të trishtuara të kësaj periudhe. Sepse ajo tregon se tradhtia nuk shpëton askën. Ajo tregon se njerëzit që mendojnë se mund të shpëtojnë duke tradhtuar të tjerët në fund tradhtojnë vetëm veten. Dhe ajo tregon se historia nuk është e butë me tradhtarët, as me ata që tradhtojnë për interes personal, as me ata që tradhtojnë nga frika. Por më e rëndësishmja, ajo tregon se Qazim Mulleti nuk ishte I vetmi që u tradhtua. Kishte të tjerë, njerëz që kishin qenë besnik, që kishin punuar me të, që kishin ndarë vizionin e tij, që u tradhtuan nga njerëz si Shehu. Dhe këta njerëz paguan çmimin më të lartë. Por lista e Shehut nuk ishte e vetmja listë. Kishte një listë tjetër, një listë që vetë Mulleti e shkroi. Kjo listë u gjet në arkivat italiane në vitin 2005. Ishte një listë me 20 emra, të gjithë njerëz që kishin punuar në projektet e bashkisë dhe që Mulleti donte të mbronin pas largimit të tij. Pranë çdo emri, Mulleti kishte shkruar një shënim, njeri I ndershëm. Duhet mbrojtur. Inxhinier I talentuar. Nuk ka faj për asgjë. Punëtor besnik. Familja e tij ka nevojë për ndihmë. Kjo listë tregon se edhe në momentet e fundit, edhe kur po largohej, edhe kur e dinte se nuk kishte më pushtet, Mulleti ende po përpiqej të mbrojë njerëzit që kishin punuar me të. Ai nuk po mendonte për veten.
Ai po mendonte për ta. Dhe kjo, në mënyrën e vet, është një formë e heroizmit që historia nuk e ka njohur kurrë. Por sa prej atyre 20 njerëzve u shpëtuan? Dokumentet tregojnë se vetëm 5. Të tjerët u arrestuan, u burgosën ose u detyruan të fshinin të kaluarën e tyre. Lista e mulletit nuk arriti të bënte shumë. Por fakti që ai e shkroi atë listë, fakti që ai u përpoq të mbrojë njerëzit e tij edhe kur nuk kishte më pushtet, fakti që ai mendoi për ta deri në fund, ky fakt na tregon se Qazim Mulleti nuk ishte ai që propaganda e bëri. Ai nuk ishte një njeri që mendonte vetëm për veten. Ai ishte një njeri që mendonte për të tjerët. Ai ishte një njeri që, edhe në momentet më të errëta, ende kishte një zemër. Dhe kjo, në fund të fundit, është pyetja që duhet të bëjmë. Çfarë lloj njeriu ishte Qazim Mulleti? A ishte ai një tradhtar që punoi me pushtuesit për interes personal? Apo ishte ai një njeri që bëri kompromise të dhimbshme për të mbrojtur qytetin që donte? A ishte ai një frikacak që iku në mes të natës? Apo ishte ai një njeri që u detyrua të largohej nga njerëz që e tradhtuan? Historia ka dhënë një përgjigje. Por a është ajo përgjigje e vërtetë? Apo është koha që të rishikojmë atë përgjigje dhe të pyesim, çfarë do të kishim bërë ne në vendin e tij? Pas rënies së regjimit, pas hapjes së arkivave, pas zbulimit të dokumenteve që ishin fshehur për 50 vjet, një pyetje mbetet: çfarë ndodhi me Tiranën që Qazim Mulleti ndërtoi? Çfarë mbeti nga puna e tij? Dhe çfarë u shkatërrua? Përgjigjet janë komplekse dhe shpesh të dhimbshme. Shumë nga projektet që Mulleti filloi u përfunduan nga regjimi komunist, por pa përmendur kur emrin e tij. Rrugët që ai ndërtoi u rindërtuan dhe u riemëruan. Parqet që ai krijoi u transformuan. Sistemet e kanalizimeve që ai instaloi u modernizuan. Dhe në çdo rast, kontributi i tij u fshi nga historia. Ishte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Ishte sikur Tirana kishte lindur vetëm pas vitit 1944. Ishte sikur gjithçka që kishte ndodhur para asaj date ishte e parëndësishme. Por a ishte vërtet e parëndësishme? Historianët modern kanë filluar të rishikojnë këtë periudhë. Dhe ajo që ata kanë gjetur është befasuese. Shumë nga infrastrukturat që regjimi komunist pretendoi se I kishte ndërtuar nga e para ishin në fakt zgjerime ose përmirësime të projekteve që Mulleti kishte filluar. Rruga kryesore që lidhte qendrën e Tiranës me periferi, filluar nga Mulleti në vitin 1941. Sistemi i ujësjellësit që furnizonte pjesën lindore të qytetit, projektuar nga inxhinierët e Mulletit në vitin 1942. Parku I madh në qendër të qytetit, krijuar nga Mulleti në vitin 1940. Të gjitha këto projekte u përfunduan nga regjimi komunist. Por asnjë prej tyre nuk u fillua nga ai. Ato u filluan nga një njeri që historia e quajti tradhtar. Dhe çfarë ndodhi me njerëzit që punuan me Mulletin? Çfarë ndodhi me inxhinierët, arkitektët, punëtorët që ndërtuan Tiranën moderne? Shumica u detyruan të fshinin të kaluarën e tyre. Ata nuk guxuan të përmendnin se kishin punuar me Mulletin. Ata nuk guxuan të tregonin se kishin qenë pjesë e projekteve të tij. Ata jetonin me frikën se dikush do të zbulonte të vërtetën. Dhe kur vdisnin, ata vdisnin pa u njohur kurrë për punën që kishin bërë. Ishte sikur ata nuk kishin ekzistuar kurrë. Ishte sikur kontributi I tyre ishte I parëndësishëm. Ishte sikur historia kishte vendosur t'i harronte. Por historia nuk mund të fshijë gjithçka. Edhe sot, nëse ecni nëpër rrugët e Tiranës, nëse shikoni me kujdes, do të shihni gjurmët e Qazim Mulletit. Ato rrugë të vjetra që ende funksionojnë. Ato ndërtesa që ende qëndrojnë. Ato parqe që ende ekzistojnë. Ato janë dëshmia e heshtur e një njeriu që donte një qytet. Ato janë prova që propaganda nuk arriti të fshijë plotësisht. Ato janë kujtimi që ende jeton, edhe kur emri është harruar. Dhe ndoshta, në një mënyrë të çuditshme dhe të tërthor, kjo është fitoria e Qazim Mulletit. Jo se emri I tij u kujtua, por se puna e tij mbeti. Jo se historia e njohu, por se qyteti që ai ndërtoi ende jeton. Por çfarë do të kishte ndodhur nëse Mulleti nuk do të kishte punuar me italianët? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte zgjedhur të mos pranonte pozicionin e kryetarit të bashkisë në vitin 1039? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte qëndruar në Paris dhe nuk do të ishte kthyer kurrë?
Këto janë pyetje që nuk mund të përgjigjen. Por një gjë është e sigurt, nëse Mulleti nuk do të kishte qenë atje, Tirana do të ishte një qytet i ndryshëm sot. Ndoshta më i mirë. Ndoshta më i keq. Por me siguri i ndryshëm. Sepse Mulleti, me të gjitha gabimet e tij, me të gjitha kompromiset e tij, me të gjitha zgjedhjet e tij të vështira, la një gjurmë që nuk mund të fshihet plotësisht. Ai la një trashëgimi që, edhe kur u mohua, vazhdoi të jetonte. Dhe çfarë ndodhi me vetë Mulletin në vitet e fundit të jetës së tij? Si jetoi ai në Rom? Çfarë bëri ai në ato vite të vetmisë dhe të mërgimit? Dokumentet italiane japin disa përgjigje. Mulleti jetoi një jetë të thjeshtë dhe të tërhequr. Ai punoi si përkthyes për disa kompani italiane. Ai shkruante letra që kur nuk u dërguan, letra që u gjetën pas vdekjes së tij, letra plot mall për Tiranën. Ai nuk takoi shumë njerëz. Ai nuk foli shumë për të kaluarën e tij. Ai jetoi sikur po priste diçka, ndoshta vdekjen, ndoshta faljen, ndoshta një shans për t'u kthyer. Por asnjë prej këtyre gjërave nuk erdhi. Ai vdiq i vetmuar, i harruar, i shpifur. Por a vdiq ai vërtet i harruar? Apo vdiq ai duke ditur se një ditë e vërteta do të dilte në shesh? Në 28 gusht të vitit 1056, në orën 5 pasdite, Qazim Mulleti ndëroi jetë në shtëpinë e tij në Vicolo delle Grotte, Rocca di Papa. Ai ishte 62 vjeç. Ai ishte i vetmuar. Ai ishte i harruar. Por në tavolinën e tij të punës, inspektorët italian gjetën diçka që regjimi shqiptar nuk e priste, një testament. Në atë testament, Mulleti linte gjithçka që kishte, që nuk ishte shumë, për një fond arsimor për studentë shqiptar në Itali. Ai shkruante: "Shpresoj që një ditë, këta të rinj do të kthehen në Shqipëri dhe do të ndërtojnë atë që unë nuk arrita të mbaroj." Ky testament nuk u zbatua kurrë. Sepse 3 ditë pas vdekjes së tij, agjent të sigurimit të shtetit shqiptar erdhën në Rom dhe konfiskuan të gjitha dokumentet e tij. Çfarë kishin ato dokumente që regjimi kishte kaq frikë? Ne nuk e dim. Por çfarë e dim është se edhe në vdekje, Mulleti ende po kërcënonte regjimin. Sepse ekzistenca e tij, edhe e vdekur, ishte një kujtim i një kohe që regjimi donte ta fshinte. Por a mund të fshihet e vërteta përgjithmonë? A mund të harrohet një njeri plotësisht? Historia thot jo. Sepse edhe pas 50 vitesh propagande, edhe pas 60 vitesh heshtje, edhe pas shpifjes dhe mohimit, emri i Qazim Mulletit ende jeton. Jo në monumentet zyrtare. Jo në librat e historisë. Por në kujtimet e njerëzve të moshuar që e kujtojnë atë. Në rrëfimet e familjeve që punuan me të. Në dokumentet që ngadalë po dalin në shesh. Dhe në pyetjet që ne po bëjmë sot, kush ishte vërtet ky njeri? Çfarë bëri ai? Dhe pse historia e gjykoi kaq gabim? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të thjeshta. Sepse Qazim Mulleti nuk ishte as hero, as tradhtar. Ai ishte një njeri. Një njeri që jetoi në kohë të vështira. Një njeri që bëri zgjedhje të vështira. Një njeri që pagoi çmimin më të lartë për dashurinë e tij ndaj një qyteti. Një njeri që meritonte më shumë se sa historia i dha. Dhe një njeri që, ndoshta, meriton të rishikohet, jo me propagandë, por me të vërtetën. Jo me urrejtje, por me kuptim. Jo me gjykim, por me dëmshuri. Sepse në fund të fundit, historia e Qazim Mulletit nuk është vetëm historia e tij. Është historia e të gjithë atyre që kanë dashur diçka më shumë se veten. Është historia e të gjithë atyre që kanë bërë kompromise të dhimbshme për të mbrojtur atë që donin. Është historia e të gjithë atyre që kanë paguar çmime të larta për zgjedhjet e tyre. Dhe është historia që na kujton se e vërteta nuk është kurrë aq e thjeshtë sa duket. Se njerëzit nuk janë kurrë aq të mirë ose aq të këqij sa historia i bën. Dhe se ndonjëherë për të kuptuar të vërtetën, duhet të kemi guximin të pyesim pyetjet e vështira dhe të pranojmë përgjigjet e dhimbshme. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë ku Qazim Mulleti ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.